Në një vilë të izoluar, një djalë i shurdhër që nga lindja jeton nën kontrollin e rrept të atit, një burr i fiksuar pas përsosmërisë. Mbërritja e punonjëse të re shtëpie zgjon një lidhje të heshtur mes tyre, duke thyer atmosferën e vetmisë që i rrethon. Por një seri e errët që kërcënon jetën e djalit do t'i vërë të gjithë në rrezik, duke i detyruar të bëjnë zgjedhje që do t'ua ndryshojnë jetën përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që keni dëgjuar ndonjëherë. Vila madhështore ngrihej imponuese në zemër të bllokut në Tiranë si një monument i suksesit dhe vetmisë. Muret e saj të bardha reflektonin diellin e pasdites, ndërsa kopshtet e krahasitura në mënyrë perfekte rrethonin pronën me saktësinë e dikujt që nuk toleron asnjë deg jashtë vendit të saj. Pas portave të hekurta të farkëtuara dhe kamerave të sigurisë, jetonte Artan Gashi, një burr që e kishte pushtuar botën e biznesit me të njëjtin vendosmëri të pamëshirshme me të cilën përballej çdo mëngjes. Pronari njerëz prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në vend, Artani e kishte shndërruar betonin dhe çelikun në një pasuri të aftë për të blerë pothuajse gjithçka. Pothuajse. Ajo që parat e tij nuk kishin mundur të blinin ishte zëri i të birit. Genti, 10 vjeç, i shurdhër që nga lindja, banonte në atë vilë si një fantazmë e heshtur, duke rëshitur nëpër korridoret e gjera pa bërë zhurmë, pa prishur rendin e përpikt që i ati impononte mbi çdo centimetër të atij vendi. Artani kur nuk e kishte pranuar gjendjen e djalit si diçka përfundimtare. Për vite me radhë, e kishte zvarritur Gentin nëpër klinika mjekësore në Shqipëri e jashtë saj, nga Tirana në Vjenë, nga Berlini në Gjenevë, gjithmonë në kërkim të një specialisti që mund të premtonte mrekullinë që të mëparshmit nuk e kishin ofruar. Çdo udhëtim përfundonte në të njëjtën mënyrë, me Artanin më të frustruar dhe Gentin më të lodhur, duke mbajtur mbi supet e vogla peshën e një pritshmërie që kur nuk do të arrinte dot. Rutina në vilë ndiqte një protokoll të rrept, të vendosur nga vet Artani dhe të mbikëqyrur me dorë të hekurt nga Zoti Besim, kryeshërbëtori që i shërbente familjes prej më shumë se 20 vitesh. Punonjësit, rreth 15 gjithsej, merrnin udhëzime të qarta që nga dita e parë, heshtje absolute në korridore, asnjë bisedë e panevojshme, asnjë ndërveprim me Gentin që nuk ishte rreptësisht i nevojshëm. Artani besonte se, nëse i biri nuk mund ta dëgjonte botën, bota nuk duhej të bënte zhurmë rreth tij. Ishte një logjikë e shtrembëruar, e lindur nga frustrimi dhe dëshira për të kontrolluar atë që, në thelb, e dinte se kur nuk do ta kontrollonte. Rezultati ishte një shtëpi që dukej më shumë si muze se sa si një vatër, ku çdo objekt zinte vendin e tij të saktë dhe çdo person kryente funksionin e tij në heshtje, si pjesë e një mekanizmi të ftohtë dhe efikas. Genti kishte mësuar ta lexonte botën në mënyra të tjera. Ndihte dridhjet e hapave në dyshemen e mermer, duke dalluar se kush po afrohej nga ritmi dhe pesha. Vëzhgonte buzët e njerëzve me vëmendje intensive, duke deshifruar fjalë edhe kur nuk i drejtoheshin atij. Vërente ndryshime në ajër, në temperaturë, në dritën që hynte nga dritaret e mëdha të dhomës së ndenjes. Universi i tij ishte i përbërë nga detaje që të tjerët i injoronin, nga sinjale që vetëm ai mund t'i interpretonte. Por asgjë nga këto nuk e mbushte zbrazëtinë që rritej brenda tij çdo ditë. Ishte një zbrazëti e bërë nga vetmia, e llojit që nuk shërohet me lodra të shtrenjta apo dhoma të dekoruara nga arkitekt të njohur. Gentit i mungonte diçka që as nuk dinte ta emërtonte, diçka që shihte në filmat që shikonte vetëm në sallën private të kinemas së shtëpisë, diçka që ekzistonte mes njerëzve, por që kur nuk arrinte tek ai. Artani, nga ana tjetër, ishte zhytur në punë si një formë për t'i shpëtuar realitetit që nuk mund ta ndryshonte. Kalonte ditët i mbyllur në zyrë, në katin e parë të vilës, duke menaxhuar kontrata milionere, duke miratuar projekte, duke zgjeruar perandorinë e tij. Në mbrëmje, darkonte vetëm në sallën e ngrënjes, i shërbyer në heshtje nga punonjës që shfaqeshin dhe zhdukeshin si hije. Genti hante në dhomën e tij, i shoqëruar vetëm nga televizori dhe librat që grumbulloheshin në raft. Bab e bir banonin në të njëjtën shtëpi, por jetonin në botë të ndara, të lidhur vetëm nga gjaku dhe nga dhimbja e heshtur që asnjëri prej tyre nuk dinte ta shprehte. Ishte në një pasdite marsi, kur vapa ende këmbëngulte në Tiranë pavarësisht vjeshtës që po afrohej, që Jona Deda kaloi për herë të parë portat e vilës së familjes Gashi. Ajo vinte nga Pogradeci, një qytet i vogël, duke mbajtur në valigjen e vjetër gjithçka që zotëronte dhe në gjoks urgjencën e dikujt që nuk kishte zgjidhje tjetër.
Nëna e saj, zonja Drita, vuante nga një sëmundje zemre që kërkonte trajtim të vazhdueshëm dhe ilaçe tepër të shtrenjta për buxhetin e ngushtë të familjes. Jona kishte punuar si dado dhe pastruese që në moshën 16 vjeç, por pagat në qytetin e saj mezi dilnin për gjërat bazike. Kur ju shfaq mundësia për të punuar në Tiranë, përmes një kushërire të largët që njihte dik që njihte Zotin Besim, Jona nuk hezitoi. Paga ishte 3 herë më e lartë se çdo gjë që kishte arritur më parë, dhe mundësia për të ndihmuar nënën e saj ia vlente çdo sakrificë. Kur hyri për herë të parë në vil, Jona ndjeu ndikimin fizik të atij vendi. Bukuria ishte e pamohueshme, çdo detaj i menduar për të bërë përshtypje, nga llambadari i kristalt që dominonte hollin e hyrjes deri te veprat e artit që zbukuronin muret. Por kishte diçka që nuk shkonte, diçka që ajo nuk mund ta përcaktonte menjëherë. Ju deshën disa minuta për ta kuptuar, ishte heshtja. Jo një heshtje natyrale, paqe apo qetësie, por një heshtje e imponuar, e rëndë, pothuajse shtypse. Punonisit që kalonin nëpër korridore shmangnin shikimet me njëri tjetrin, përshëndeteshin me tundje koke minimale, zhdukeshin pas dyrëve të mbyllura. Ishte sikur të gjithë po ecnin mbi akull të hollë, duke u frikësuar se një hap i gabuar do të bënte gjithçka të shembej. Zoti Besim, një burr i gjatë dhe i hollë rreth të 60-tave, e udhëhoqi Jonën nëpër korridoret kryesore ndërsa i shpjegonte detyrat e saj me zë të ulët dhe ton formal. Ajo do të ishte përgjegjëse për pastrimin dhe organizimin e katit të dytë, ku ndodheshin dhomat e Gentit dhe të Artanit, si dhe disa dhoma ndenjeje dhe biblioteka. Rregullat ishin të shumta dhe specifike, orare të rrepta për çdo detyrë, produkte pastrimi të caktuara për çdo sipërfaqe, procedura të detajuara për të organizuar çdo objekt. Por rregulli më i rëndësishëm, i theksuar nga kryeshërbëtori me një vështrim të ashpër, ishte për Gentin. Zonjush, ju nuk duhet, në asnjë rrethan, të ndërveproni me djalin përtej asaj që është rreptësisht e nevojshme, tha Besimi, duke u ndalur në korridorin e katit të dytë dhe duke u kthyer për ta parë në sy. Zoti Artan është shumë i qartë për këtë. Genti ka nevojë për një mjedis të kontrolluar, pas stimujt të panevojshëm. Çdo kontakt i papërshtatshëm mund të rezultojë në pushim të menjëhershëm nga puna. A u kuptua? Jona tundi kokën, duke gëlltitur pyetjet që i lindën në mendje. Nuk ishte vendi i saj të vinte në dyshim rregullat e shtëpisë, jo kur kishte aq shumë nevojë për atë punë. Por ndërsa Besimi vazhdonte të shpjegonte detajet e detyrave të saj, Jona nuk mund të ndalonte së menduari për djalin që jetonte aty, i izoluar me urdhër të babait të tij. Ju kujtuan mbesat e saj në Pogradec, gjithmonë të rrethuara nga kushërinj, miq, zhurmë dhe rëmuj. Si do të ishte të rriteshe në një shtëpi ku edhe punonisëve u ndaloi të buzëqeshnin. Takimi i parë mes Jonës dhe Gentit ndodhi 2 ditë më vonë, në mënyrë krejtësisht të papritur. Ishte mesi i mëngjesit dhe Jona po pastronte bibliotekën e katit të dytë, duke kaluar me kujdes një leckë mbi kurrizin e librave, kur vuri re një lëvizje në pasqyrimin e dritares. U kthye ngadalë dhe pa djalin të ndalur në derë, duke e vëzhguar me sy të errët dhe intensiv. Genti kishte veshur një bluzë blu të errët dhe pantallona sportive gri, me këmbët zbathur mbi tapetin persian. Jona ngriu, duke kujtuar paralajmërimet e Zotit Besim. Nuk dinte nëse duhej ta përshëndeste, ta injoronte, apo të dilte nga dhoma. Për disa sekonda, ata thjesht qëndruan aty duke parë njëri tjetrin. Ishte Genti ai që e theu ngërçin. Eci drejt njërit prej rafteve, mori një libër me ilustrime për kafshët e detit dhe ul në dysheme, duke hapur faqet me kujdes. Jona kuptoi se ai nuk ishte aty për të, por për bibliotekën në vetvete, atë që dukej të ishte streha e tij brenda vilës. Vendosi të vazhdonte punën e saj, duke lëvizur ngadalë dhe në heshtje, duke respektuar hapësirën e djalit. Her pas here, hidhte shikime diskrete në drejtim të tij. Genti ishte plotësisht i zhytur në imazhet e balenave dhe delfinëve, duke ndjekur konturet me gisht, sikur të mund të ndjente teksturën e detit përmes letrës. Kur mbaroi së pastruari seksionin e librave, Jonës i duhej të kalonte në pjesën tjetër të bibliotekës, gjë që në mënyrë të pashmangshme do të thoshte të kalonte pranë Gentit. U afrua me kujdes, duke u përpjekur të mos e trembte, por djali ngriti syt para se ajo të arrinte afër. Për një çast, shikimet e tyre u takuan dhe Jona pa diçka në syt e tij që e goditi si një grusht në stomak. Ishte vetmi, e pastër dhe e thellë, e llojit që ajo e njihte mirë. Vetmia e dikujt që e di se është vetëm edhe kur është i rrethuar me njerëz, e dikujt që ka mësuar të mos pres asgjë nga askush. Jona nuk mendoi, thjesht veproi.
Buzëqeshi. Një buzëqeshje e sinqert, e ngrohtë, e llojit që i ofrohet një miku. Genti mbeti i paralizuar, sikur të mos dinte si të reagonte ndaj atij gjesti të thjeshtë. Për një moment u duk se do të buzëqeshte edhe ai, por pastaj e largoi shpejt shikimin, duke kthyer vëmendjen te libri. Jona vazhdoi punën e saj, por diçka kishte ndryshuar brenda saj. Ai djalë kishte nevojë për shumë më tepër se sa pastërti dhe rregull. Kishte nevojë për dikë që ta shihte si një fëmijë, jo si një problem për tu menaxhuar. Ditët në vijim vendosën një rutinë të heshtur mes të dyve. Genti filloi të shfaqej në bibliotekë sa herë që Jona ishte aty, duke sjell librat dhe lodrat e tij, duke u ulur në të njëjtin kënd. Kur nuk përpiqej të bisedonte, kur nuk kërkonte vëmendje, thjesht ekzistonte në të njëjtën hapësirë me të. Jona e respektonte atë prani diskrete, duke punuar në heshtje, por gradualisht filloi të bënte gjeste të vogla. I linte një gotë lëng portokalli në tavolinën pranë tij, sikur të ishte pjesë e detyrave të saj. I organizonte librat e Gentit në mënyrë që ata që i pëlqenin më shumë të ishin më të arritshëm. Një mëngjes gjeti një makinë të vogël druri të rënë në një koltuk, qartësisht e harruar aty. Në vend që thjesht ta vendoste përsëri në raftin e lodrave, Jona e la diskretisht pranë librave të Gentit, si një dhuratë e heshtur. Genti e vuri re, sigurisht. Mori makinën dhe e ekzaminoi për një kohë të gjatë, duke e rrotulluar në duart e vogla, duke provuar rrotat. Pastaj ngriti syt drejt Jonës, e cila shtirej sikur ishte e zënë duke rregulluar jastëkët e divanit. Për herë të parë, djali nuk e largoi shpejt shikimin. Qëndroi aty duke mbajtur makinën, duke parë atë vajzë që i trajtonte sendet e tij me kujdes, që nuk e injoronte dhe as nuk e presiononte. Dhe atëherë ndodhi, Genti buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, që zgjati vetëm disa sekonda para se ai të kthente vëmendjen te lodra. Por ishte e vërtet, e sinqert, dhe Jona ndjeu zemrën t'i shtrëngohej në gjoks. Besimi, megjithatë, nuk vonoi të kuptonte se diçka po ndodhte. Gjatë një inspektimi rutinë në katin e dytë, e kapi Jonën dhe Gentin në bibliotekë, ajo duke organizuar librat ndërsa ai vizatonte në dy sheme. Nuk kishte asgjë të gabuar teknikisht, të dy ishin në heshtje, secili duke bërë aktivitetin e tij, por kryeshërbëtori pa afërsinë, mënyrën se si Genti duke i rehat me praninë e saj. Kjo ishte pikërisht lloji i gjës që Zoti Artan e kishte ndaluar. Zonjusha Dejda, duhet të flas me ju, tha Besimi, zëri i tij i mbret duke thyer heshtjen e bibliotekës. Jona u ngrit menjëherë, me zemrën që i rrite fort. Edhe Genti ngriti kokën, syt e tij të zgurdulluar nga shqetësimi. Besimi i bëri një shenjë që ta ndiqte, dhe Jona nuk pati zgjidhje tjetër veç se të bindej, duke i hedhur një shikim të fundit djalit para se të dilte. Në korridor, larg veshëve të Gentit që gjithsesi nuk do të dëgjonte, Besimi shkoi drejt në temë. Ju paralajmërova për rregullat e shtëpisë. Zoti Artan nuk dëshiron që punonjësit të krijojnë lidhje me Gentin. Kjo vetëm e pengon procesin që ai po ndjej. Çfarë procesi? Jona nuk mundi ta shmangte pyetjen, edhe pse e dinte se nuk duhej të bënte pyetje. Besimi pshertiu, shpreha e tij u ashpërsua edhe më shumë. Djali është nën kujdes mjekësor të rrept. Doktor Agroni e ndjek rastin e tij prej vitesh dhe ka një metodë specifike. Çdo ndërhyrje e jashtme mund të komprometojë trajtimin. Zoti Artan paguan shumë mirë që ne të ndjekim udhëzimet e tij. Ju sugjeroj ta mbani mend këtë nëse doni ta ruani këtë vend pune. Kërcënimi ishte i qartë dhe Jona uli syt, duke mërmëritur një kërkesë faljeje që nuk e ndjente. U kthye në punët e saj me peshën e paralajmërimit mbi supe, por nuk mund të ndalonte së menduari për Gentin, për atë buzëqeshje të ndrojtur, për mënyrën se si ai dukej më pak i vetmuar kur ajo ishte pranë. Çfarë lloj trajtimi mjekësor kërkonte që një fëmijë të izolohej nga çdo lloj afeksioni? Çfarë lloj babai besonte se dashuria ishte një pengesë për shërimin? Atë natë, e shtrirë në dhomën e saj të vogël në pjesën e pasme të vilës, Jona mori telefonin dhe i telefonoi nënës së saj në Pogradec. Zonja Drita u përgjigj në zilen e tretë, zëri i saj i dobët por i gëzuar kur dëgjoi të bijën. Si po shkon atje, bija ime? Po përshtatesh mirë? Jona shikoi tavanin e bardhë dhe të patëmet të dhomës, muret e zhveshura, dritaren që shikonte nga një mur i larë. Është ndryshe, mami. Shumë ndryshe. Shtëpia është e bukur, por është kaq e zbrazët në të njëjtën kohë. Ka një djalë këtu, i biri i pronarit, ai është i shurdhër dhe rri gjithmonë vetëm.
Të vjen keq, e di? I gjori, mërmëriti zonja Drita. Por duhet të kesh kujdes, Jona. Njerëzit e pasur kanë zakonet e tyre, rregullat e tyre. Mos u fut në telashe, apo jo? Ti ke nevojë për atë punë. E di, mami. E di. Jona mbylli syt, duke ndjer lotët që i bënin presion. Si e ti? Arritet i marrësh ilaçet që të dha mjeku? Po, i mora, fal Zotit dhe parave që dërgove ti po ndihem më mirë, Jona. Ti po bën gjën e duhur. Qëndro e fort atje, bia ime. Është vetëm derisa të mbledhim parat për operacionin. Pasi mbylli telefonin, Jona qëndroi zgjuar për një kohë të gjatë duke menduar për nënën e saj që kishte nevojë për të, për punën që nuk mund ta humbiste dhe për Gentin, atë djalë që kishte mësuar të jetonte pa pritur asgjë nga askush. Ajo e dinte se duhej të ndiqte rregullat, të mbante distancë, të përqendrohej vetëm në kryerjen e punës së saj. Por sa herë që mbyllte syt, shihte atë buzëqeshje të ndrojtur dhe ndjente se disa rregulla ekzistonin vetëm për t'u vënë në dyshim. Të nesërmen, Artan Gashi më në fund u kryqëzua me Jonën për herë të parë. Ishte vonë në mëngjes dhe ai po ngjiste shkallët duke mbajtur një dosje me dokumente kur e pa atë duke dalë nga biblioteka. Artani u ndal duke e analizuar me të njëjtin vështrim llogaritës që përdorte për të vlerësuar punonjësit në kompanitë e tij. Jona u ndje ekspozuar, sikur ai mund t'i lexonte mendimet, të zbulonte gjestet e vogla të dashurisë që i kishte ofruar Gentit. Ti e re këtu, tha ai, jo si pyetje, por si konstatim. Po, zotëri. Jona deda, për çfarëdo që të keni nevojë. Ajo e mbajti zërin të qëndrueshëm, pavarësisht nervozizmit. Artani tundi kokën shkurtimisht. Besimi më ka folur për ty, tha se je e përkushtuar, e përpikt. Vazhdo kështu dhe nuk do të kemi probleme. Ai do të vazhdonte të ngjiste shkallët, por u ndal dhe u kthye përsëri. Dhe qëndro larg djalit tim. Ai nuk ka nevojë për shpërqendrime. Fjalët u thanë me ftohtësi, sikur Genti të ishte një projekt biznesi që kërkonte përqendrim total, jo një fëmijë që kishte nevojë për vëmendje. Jona gëlltiti përgjigjen që donte të jepte dhe thjesht tundi kokën, duke vëzhguar Artanin të ngjiste shkallët e mbetura dhe të zhdukej në korridor. Ajo mbeti aty e ndalur për një moment, duke u përpjekur të kuptonte se si një baba mund të ishte kaq i verbër ndaj nevojave të birit të tij. Por Jona deda nuk ishte nga ato që dorëzoheshin lehtë. Ishte rritur në një familje të thjeshtë, ku çdo lek duhej të shtrihej deri në fund të muajit, ku asgjë nuk jepej dhe gjithçka duhej të fitohej me punë të palodhur. Kishte mësuar që në moshë të re se gjërat më të mira në jetë nuk kushtonin para, dashuria, përkujdesja, prania, këto ishin pasuri që asnjë thesar nuk mund t'i blinte. Dhe ndërsa vazhdonte detyrat e saj në përvil, duke pastruar, organizuar, duke mbajtur gjithçka të patëmet, një siguri rritej brenda saj. Genti meritonte më shumë se atë heshtje mbytëse. Meritonte të shihej, të dëgjohej në mënyrën e vetme që kishte rëndësi, me zemër, jo me vesh. Javët kaluan dhe pranvera mbërriti në Tiranë, duke sjell ditë më të gjata dhe lule që çelnin në kopshtet e vilës. Jona kishte vendosur një rutinë të kujdesshme, duke përmbushur të gjitha detyrimet e saj me përsosmëri, por duke gjetur hapësira të vogla për të ekzistuar në botën e Gentit pa shkelur hapur rregullat. Një lule e lënë në dritaren e bibliotekës, një frut i prerë në formë ylli, një vizatim i thjeshtë i bërë në një letër ngjitse dhe i ngjitur diskretisht në pasqyrën e banjës që ai përdorte. Ishin gjeste minimale, pothuajse të padukshme, por Genti i vinte re secilin prej tyre. Dhe gradualisht, ai djalë që kishte mësuar të mos priste asgjë, filloi të priste dhuratat e vogla të heshtura që Jona i linte në rrugën e tij. Një pasdite, ndërsa pastronte dhomën e Gentit gjatë orarit kur ai kishte mësim me mësuesin privat, Jona gjeti një kuti këpucësh të vjetër nën krevat. Kurioze, e hapi dhe zbuloi një thesar kujtimesh, foto të vjetra të Gentit foshnjë me një grua që duhet të ishte nëna e tij, bileta kinemaje, guas kadeti, vizatime fëmijësh të zverdhura nga koha. Në fund të kutisë ishte një letër e palosur, e shkruar me një shkrim femëror dhe delikat. Jona e mbajti letrën me kujdes, sikur të ishte diçka e shenjtë. Shkrimi ishte delikat, femëror, i ngarkuar me dashuri në çdo kthes të fjalëve. Fillonte me Genti im i dashur dhe vazhdonte duke përshkruar ëndra dhe premtime të një nëne për birin e saj. Flitej për ditën kur ai lindi, për mënyrën se si e mbajti atë foshnjë të vogël në krah dhe e kuptoi menjëherë se do ta donte më shumë se jetën e saj.
Përmendeshin plane për të ardhmen, udhëtime që do të bënin bashk, histori që do t'i tregonte, këngë që do t'i këndonte edhe pse e dinte se ai nuk do t'i dëgjonte. Letra përfundonte me një fjali që ju ngulit në mendje Jonës: dashuria nuk ka nevojë për tinguj, biri im. Ajo ndihet në kaq shumë mënyra të tjera. Do të jem gjithmonë me ty, edhe kur nuk do të mund të jem. Duart e Jonës dridheshin ndërsa e rivendosi letrën në kuti dhe e ktheu në vendin e saj nën krevall. Nuk kishte guxuar të pyeste për nënën e Gentit, askush në vil nuk fliste për të, sikur të ishte një tjetër temë e ndaluar në listën e pafundme të rregullave të pathëna. Por ajo letër zbulonte diçka të rëndësishme. Kishte pasur një kohë kur dashuria banonte në atë shtëpi, kur Genti ishte i mbështjell me afeksion të sinqertë. Çfarë kishte ndodhur që gjithçka të shndërrohej në atë mauzole heshtjeje? Jona mbaroi pastrimin e dhomës me zemër të rënduar, duke menduar për atë grua që kishte shkruar fjalë kaq të bukura, duke imagjinuar se ku mund të ishte tani, nëse e dinte se si jetonte i biri. Kur zbriti në katin e parë për të marrë materiale pastrimi, pothuajse u përplas me doktor Agron Lekën në korridor. Mjeku i familjes ishte një burr rreth të 50-tave, me pamje të patëmet, me flokë të thinjur të krejur prapa dhe syze me skele të shtrenjtë. Mbante një çantë të zezë lëkure dhe fliste në telefon me dik, zëri i tij i ulët por plot autoritet. Jo, nuk mund të ketë ndryshime në protokoll, thoshte ai në telefon, duke kaluar pranë Jonës sikur ajo të ishte e padukshme. E kemi diskutuar këtë. Trajtimi duhet të vazhdojë saktësisht siç është planifikuar. Çdo ndryshim mund të komprometoj vite progresi. Ai u zhduk në drejtim të zyrës së Artanit dhe Jona mbeti aty e ndalur duke përpunuar ato fjalë. Çfarë lloj trajtimi ishte kaq i rreptë sa nuk mund të ndryshojë? Dhe pse kishte përshtypjen se ai mjek fliste për Gentin sikur të ishte një eksperiment, jo një pacient? Në mbrëmje, gjatë darkës së heshtur që punonisit hanin në kuzhinë, Jona u përpoq të zbulonte më shumë informacion. U ul pranë Marianës, njërës prej shërbëtoreve më të vjetra të shtëpisë, një grua rreth të 40-tave që punonte aty që para se të lindte Genti. Mariana, filloi Jona rastësisht, duke ngacmuar gjellën në pjatë, mund të bëj një pyetje? Mariana shikoi përreth para se të përgjigjej, duke kontrolluar nëse Zoti Besim nuk ishte afër. Varet nga pyetja. Nëna e Gentit, çfarë ndodhi me të? Fytyra e Marianës u mbyll menjëherë. Jona, kjo është një temë që ne nuk e prekim. Seriozisht. Nëse Besimi të dëgjon duke pyetur për këtë. Dua vetëm të kuptoj, këmbënguli Jona me zë të ulët. Si mundet një fëmijë të jetojë kështu, kaq i vetmuar? Nuk është normale. Mariana pshërtiu duke vendosur pirunin në pjatë dhe duke parë drejt e në sy Jonën. Dëgjo, do të tregoj vetëm sepse dukesh vajzë e mirë dhe nuk dua të futesh në telashe nga kurioziteti. Zonja Marina, nëna e Gentit, pati komplikacione menjëherë pasi lindi djali. Kaloi disa muaj në spital, por nuk ja doli dot. Zoti Artan kur nuk e mori veten plotësisht nga humbja. Kur zbuloi se Genti kishte lindur i shurdhër, duket se diçka u thye brenda tij. U bë ky burr që ti nje, i fiksuar për të gjetur një kur, sikur kjo do të fshinte gjithçka që ndodhi. Jona ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ai mendon se nëse Genti dëgjon, do t'i kthehet gruaja? Nuk e di se çfarë mendon ai, tha Mariana, duke ju kthyer ushqimin. Di vetëm se kjo mënyra e tij për t'u marrë me gjërat vetëm sa po e bën djalin të vuajë më shumë. Por nuk është puna jon, Jona. Ne punojmë këtu, marrim rrogën në fund të muajit dhe ikim. Nuk mund ta ndryshojmë mënyrën se si njerëzit e pasur i rrisin fëmijët e tyre. Por Jona nuk mund ta pranonte atë dorëheqje. Atë natë, e shtrirë në krevatin e saj, mendoi për Gentin vetëm në atë dhomë të madhe, duke fjetur i rrethuar nga lodra të shtrenjta por pa askënd për të luajtur, i rrethuar nga libra por pa askënd me të cilin të ndante histori. Mendoi për letrën që nëna e tij kishte shkruar, për premtimet e dashurisë dhe pranisë që ishin vjedhur nga vdekja. Dhe mori një vendim, brenda kufive të asaj që mund të bënte, brenda hapësirave të rregullave, ajo do të përpiqej të jepte Gentit pak nga afeksioni që ai meritonte. Ditët në vijim sollën një ndryshim delikat por të dukshëm në dinamikën mes Jonës dhe Gentit. Djali filloi ta kërkonte më hapur, jo vetëm duke qëndruar në të njëjtin ambient, por duke e ndjekur diskretisht nëpër dhoma ndërsa ajo punonte. Jona e kuptonte kur ai shfaqej, e ndjente atë prani të heshtur pas saj, por nuk thoshte asgjë, thjesht vazhdonte detyrat e saj duke e lejuar të qëndronte afër.
Ndonjëherë Genti ndihmonte duke i dhënë objekte që i duheshin, duke mbajtur shportën e rrobave ndërsa ajo paloste peshqirët. Ishin ndërveprime të thjeshta, pa fjalë, por të ngarkuara me kuptim. Një mëngjes, Jona po ndërronte ujin e vazove me lule në korridor kur Genti u shfaq duke mbajtur një fletore të vogël dhe një laps. Ai e hapi fletoren në një faqe të bardhë dhe shkroi me një shkrim fëmijëror por të rregull, "Të pëlqejnë lulet?" Jona ndjeu zemrën t'i rrite fort. Ishte hera e parë që Genti përpiqej të komunikonte drejt për drejt me të përmes fjalëve të shkruara. Shikoi përreth shpejt duke kontrolluar nëse nuk kishte njeri afër, para se të merrte lapsin që ai ofroi. "I adhuroj", shkroi ajo. "Në qytetin tim, të gjithë kanë kopshte me lule." Genti lexoi dhe syt i shkëlqyen. Shkroi përsëri, "Si është qyteti yt?" Dhe kështu filloi një bisedë e heshtur mes të dyve, përmes fjalëve të shkaravitura në një fletore. Jona i tregoi për Pogradecin, për rrugët e qeta ku të gjithë njiheshin, për liçenin që përshkonte qytetin, për drekat e së dielës në shtëpinë e gjyshes ku mblidhej e gjithë familja. I tregoi për nënën e saj, se sa e fortë dhe guximtare ishte pavarësisht sëmundjes. Genti dëgjonte, ose më mirë, lexonte gjithçka me vëmendje intensive, duke bërë pyetje, duke dashur të dinte më shumë për atë botë kaq të ndryshme nga e tija. "Ke miq atje?" shkroi ai në një moment të caktuar. Jona hezitoi para se të përgjigjej. "Kam." "Po ti? Ke miq këtu?" Genti tundi kokën në shenjë mohimi dhe Jona pa trishtimin të rëshiste në fytyrën e tij. Ai shkroi ngadalë, sikur çdo fjalë të peshonte, "Babi mendon se miqt do të pengojnë trajtimin tim." "Çfarë trajtimi është ky?" Jona nuk mundi ta shmangte pyetjen. Genti ngriti supet. "Doktor Agroni thot se një ditë unë do të dëgjoj. Por nuk e di nëse dua më." Zbulimi e tronditi Jonën. Ajo mori lapsin shpejt. "Pse jo?" "Sepse atëherë të gjithë do të presin që unë të jem normal." "Po sikur të mos ja dal dot." Fjalët e shkruara me shkrim fëmijëror mbanin një peshë të madhe. Jona ndjeu dëshirën ta përqafonte atë djalë, t'i thoshte se ai ishte tashmë i përsosur ashtu siç ishte, se nuk kishte nevojë të ndryshonte për t'u dashur. Por e dinte se nuk mund ta bënte këtë, jo aty, jo me rregullat e shtëpisë dhe rrezikun e humbjes së punës. Kështu që bëri atë që mundi, shkroi me gjithë sinqeritetin që ndjente. "Ti je tashmë normal, Genti. Të jesh i shurdhër nuk të bën më pak se të tjerët. Vetëm të bën të ndryshëm. Dhe të jesh i ndryshëm është gjë e mirë." Genti i shikoi ato fjalë për një kohë të gjatë, duke kaluar gishtin mbi to sikur të mund të thithte kuptimin e tyre përmes lëkurës. Pastaj, për herë të dytë që kur Jona e kishte njohur, ai buzëqeshi. Por këtë herë ishte një buzëqeshje më e madhe, më e sinqertë, lloji i buzëqeshjes që një fëmijë duhet të jepte çdo ditë. Jona e ruajti atë imazh në zemër, duke e ditur se, çfarëdo që të ndodhte, ja kishte vlejtur të rrezikonte vetëm për të parë atë buzëqeshje. Ishte pak pas kësaj dite që Jona filloi të vinte re ndryshime shqetësuese te Genti. Djali, që ishte tashmë natyrshëm i qetë, u bë edhe më i tërhequr. Duke i lodhur gjatë gjithë kohës, me radhë të zinj poshtë syve. Jona vuri re se ai kalonte shumë kohë duke fërkuar anën e kokës, veçanërisht pranë veshit të djathtë, dhe ndonjëherë bënte grimasa sikleti kur mendonte se askush nuk po e shikonte. Gjatë mësimeve me mësuesin privat, Genti kishte vështirësi të përqendrohej, duke u bërë i paqet dhe i irrituar në një mënyrë që nuk ishte karakteristike për të. Jona u përpoq të fliste për shqetësimet e saj me Marianën, por shërbëtorja tjetër vetëm tha se Genti gjithmonë kishte pasur ditë të këqija, se ishte pjesë e gjendjes së tij. Zoti Artan dhe doktor Agroni e dinë se çfarë bëjnë, Jona. Mos u përziej. Por Jona nuk mund ta injoronte atë që shite. Një pasdite, ndërsa rregullonte bibliotekën, ajo vëzhgoi Gentin duke u përpjekur të lexonte një nga librat e tij të preferuar. Djali kthente faqet shpejt, pa i parë vërtet, duke mbajtur kokën me njërin dorë. Jona u afrua ngadalë dhe i preku butësisht shpatullën. Genti u kthye i trembur dhe ajo pa lot në cepat e syve të tij. Pa menduar për pasojat, Jona u gjunjëzua para tij dhe mori fletoren që tani e mbante gjithmonë me vete. "Çfarë të dhemb?" shkroi ajo. Genti hezitoi, fytyra e tij e shtrembëruar mes dëshirës për të treguar dhe frikës për të rrëfyer. Më në fund mori lapsin me duar të dridhura. "Më dhemb koka." "Shumë. Prej ditësh. I ke treguar babait tënd?"
Ai do të therras doktor Agronin. Dhe unë nuk dua ta shoh doktor Agronin. Mënyra se si Genti e shkroi atë emër me shkronja të nxituara dhe të tensionuara zbulonte një frikë të thellë. Jona ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Pse jo? Genti nuk u përgjigj, vetëm e largoi shikimin dhe mbylli fletoren. Jona nuk këmbënguli, por ai reagim i ngulit në mendje. Çfarë lloj mjeku shkaktonte frikë në vend të rehatiste një pacient? Ajo e dinte se duhej të bënte diçka, por nuk dinte se çfarë. Nëse fliste me Artanin, me siguri do të pushohej nga puna sepse kishte ndërvepruar me Gentin kundër urdhrave. Nëse heshte, djali do të vazhdonte të vuante. Atë natë, Jona nuk mundi të flinte. Qëndroi shtrirë duke parë tavanin, duke menduar për Gentin, për fjalët që ai kishte shkruar, për frikën që shfaqej në sytë e tij. Ju kujtua vëllai i saj i vogël, Doriani, i cili kishte vdekur në moshën 7 vjeçare nga një infeksion që kishte filluar si një dhimbje e thjesht veshi. Prindërit kishin vonuar të kërkonin ndihmë të duhur, duke menduar se do të kalonte vetë, dhe kur më në fund e çuan djalin në spital, ishte tepër vonë. Dhimbja e humbjes së vëllait ishte ende e gjallë te Jona, edhe pas 15 vitesh. Ajo nuk mundej, nuk do të qëndronte duar kryq nëse ekzistonte mundësia që Genti të po kalonte diçka të ngjashme. Të nesërmen në mëngjes, Jona mori një vendim. Gjatë orarit të drekës, kur shumica e punonjësve ishin në kuzhinë, ajo doli fshehurazi nga vila dhe shkoi në një farmaci aty pranë. Nuk e dinte saktësisht se çfarë kërkonte, por bisedoi me farmacistin duke përshkruar simptomat e Gentit pa përmendur emrin e tij apo faktin se ishte i shurdhër. Burri, një zotëri i moshuar me syze të trasha, dëgjoi me vëmendje. Mund të jetë shumë gjëra, tha ai, duke kruajtur mjekrën. Dhimbje koke e vazhdueshme, siklet në zonën e veshit, nervozizëm. Mund të jetë nga një migrenë e thjesht deri te diçka më serioze, si një infeksion i patrajtuar siç duhet. Apo ndiqet fëmia nga një mjek? Po, u përgjigj Jona, por doja një mendim të dytë. Farmacisti tundi kokën me mirë kuptim. Dëgjo, pa e ekzaminuar nuk mund të them shumë. Por nëse dhimbja është e vazhdueshme dhe po përkeqësohet, nuk duhet injoruar. Sidomos te fëmijët. Trupi i tyre lajmëron kur diçka nuk shkon. Jona e falenderoi dhe u kthye në vilë me zemrën edhe më të rënduar. E dinte se duhej të fliste me dikë, por me kë? Artani me siguri do ta pushonte nga puna në çast sepse ishte përzier aty ku nuk i takonte. Zoti Besim ndiqte verbërisht urdhrat e pronarit. Mariana dhe punonjësit e tjerë preferonin të mos përfshiheshin. Mbeti vetëm një opsion, sado i rrezikshëm të ishte. Atë pasdite, kur mësoi se doktor Agroni do të vinte për një nga vizitat rutinë të Gentit, Jona planifikoi të ishte afër. Qëndroi duke pastruar korridorin pranë dhomës ku bëheshin vizitat, duke lëvizur ngadalë, duke i kushtuar vëmendje tingujve që vinin nga brenda. Dëgjonte zërin e thellë të doktor Agronit, por nuk arrinte të dallonte fjalët. Pas rreth 40 minutash, dera u hap dhe mjeku doli, i shoqëruar nga Artani. Analizat janë të gjitha normale, thoshte doktor Agroni, duke rregulluar letrat në dosjen e tij. Si gjithmonë, asnjë ndryshim domethënës. Vazhdoni me ilaçet që kam përshkruar. Po mundësia e implantit koklear që diskutuam, pyeti Artani, zëri i tij i ngarkuar me shpresë të ankthshme. Ende nuk është momenti i duhur, u përgjigj mjeku me vendosmëri. Duhet të ndjekim protokollin. Çdo ndërhyrje e parakohshme mund të komprometojë të gjithë procesin. Më beso, Artan. Kemi punuar bashkë prej vitesh. E di se çfarë është më e mira për Gentin. Të dy u përshëndetën dhe doktor Agroni zbriti shkallët në drejtim të daljes. Jona, duke vepruar nga impulsi, e ndoqi shpejt. E arriti tashmë në hollin e hyrjes, duke e thirrur me zë të ulët por urgjent. Doktor Agron, më falni. Mjeku u ndal dhe u kthye i habitur. E shikoi Jonën me një shprehje që përziente kuriozitetin dhe irritimin. Po, keni nevojë për diçka? Jona mori frym thellë, duke mbledhur guxim. Është për Gentin, zotëri. Unë punoj këtu dhe kam vënë re se ai nuk është mirë. Ankohet për dhimbje koke të forta, fërkon vazhdimisht veshin e djathtë, është i lodhur dhe i irrituar. E di që nuk është vendi im të flas, por jam e shqetësuar. Fytyra e doktor Agronit u ashpërsua. Ju punoni këtu si çfarë saktësisht? Jam punonjëse, zotëri.
Bëj pastrimin dhe organizimin e shtëpisë. E kuptoj. Mjeku kryqëzoi krahët. Dhe që kur punonjësit e shtëpisë kanë formim mjekësor për të bërë diagnoza? Përbuzja në zërin e tij bëri që gjaku i Jonës të vlonte, por ajo e ruajti qetësinë. Nuk kam formim mjekësor, zotëri. Por kam sy. Dhe shoh se ai djalë po vuan. Genti është nën kujdesin tim prej vitesh, tha doktor Agroni, zëri i tij i ulët por kërcënues. Njoh çdo aspekt të gjendjes së tij. Ajo që ju e quani vuajtje është pjesë normale e trajtimit. Ju sugjeroj të ktheheni në detyrat tuaja dhe t'i lini çështjet mjekësore atyre që e kuptojnë këtë punë. Ai u kthye për të dalë, por Jona nuk mundi të qëndronte e heshtur. Po sikur të jetë diçka serioze? Po sikur të ketë nevojë për ndihmë tani? Doktor Agroni u ndal me dorën në dorezën e derës. Për një moment, Jona mendoi se ai do të përgjigjej me zemërim. Por kur ai u kthye përsëri, fytyra e tij ishte e qetë, pothuajse miqësore, në një mënyrë që ishte edhe më shqetësuese. Më dëgjo mirë, zonjush, tha doktor Agroni me zë të kontrolluar, Genti ka një gjendje komplekse që kërkon vite ndjekjeje të specializuar. Çdo alarmizëm i panevojshëm vetëm sa dëmton ecurinë e trajtimit dhe shkakton stres të panevojshëm për familjen. Nëse vërtet interesoheni për mirëqenien e djalit, qëndroni në funksionin tuaj dhe lërini profesionistët të bëjnë punën e tyre. A është e qartë? Jona tundi kokën mekanikisht, por ndërsa vëzhgonte mjekun të dilte nga dera kryesore dhe të hynte në makinën e tij të importuar, një siguri rritej brenda saj, kishte diçka thellësisht të gabuar aty. Mënyra se si ai zhvlerësoi shqetësimet e saj pa marrë parasysh as mundësinë e hetimit, mënyra se si fliste për Gentin sikur të ishte një rast klinik dhe jo një fëmijë që vuante. Diçka nuk përputhej. Atë natë, Jona nuk mundi ta hiqte çështjen nga mendja. Pasi të gjithë punonjësit shkuan të flinin dhe vila u zhyt në heshtjen e natës, ajo mbeti zgjuar në dhomën e saj, duke menduar. Ju kujtua vëllai i saj Doriani, se si të rriturit i injoruan shenjat derisa ishte tepër vonë. Ju kujtua letra e nënës së Gentit, premtimet për ta mbrojtur. Dhe mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Në orët e para të mëngjesit, Jona doli fshehurazi nga dhoma e saj dhe u ngjit në katin e dytë. E dinte se ishte një shkelje e rëndë e rregullave, se nëse do të kapej mund të pushohej nga puna ose më keq, por diçka më e madhe se frika e shtynte. Duhej ta shihte Gentin, duhej të sigurohej se ai ishte mirë. Eci nëpër korridoret e ndriçuara vetëm nga drita e hënës që hynte nga dritaret e larta, këmbët e saj zbathur nuk bënin zhurmë mbi dy shemen e ftohtë. Dera e dhomës së Gentit ishte gjysmë e hapur, siç qëndronte gjithmonë me urdhër të Artanit, në mënyrë që të mund ta kontrollonin djalin gjatë natës pa e zgjuar. Jona e shtyu butësisht dhe hyri, zemra i rrite fort. Genti flinte në krevatin e tij të madh, shumë i vogël për atë mobilje gjigante, i mbuluar me çarçaf pambuku egjiptian. Drita e hënës vizatonte modele argjendi në fytyrën e tij dhe Jona mundi të shihte qartë rrafet e thellë poshtë syve të tij, ballin e rrudhur edhe në gjumë, sikur as në ëndra të mos gjente preje. Jona u afrua ngadalë, duke vëzhguar frymëmarrjen e parregullt të djalit. Ishte atëherë që vuri re diçka që e bëri të ngrinte. Genti lëvizte kokën nga njëra anë në tjetrën, i paqet, dhe dora e tij e djathtë ngrihej vazhdimisht deri te veshi, duke e fërkuar edhe në gjumë. Gjesti ishte kompulsiv, automatik, sikur trupi të përpiqej të lehtësonte diçka që mendja nuk mund ta përpunonte me vetdije. Jona u gjunjëzua pranë krevatit, duke u afruar më shumë, dhe ishte atëherë që e pa. Në kanalin e dëgjimit të djathtë të Gentit, pjesërisht e dukshme nga pozicioni ku ai flinte, kishte diçka. Në fillim, Jona mendoi se ishte vetëm një hije, një efekt i dritës së dobët. Por sa më shumë shikonte, aq më shumë ishte e sigurt, kishte një masë të errët aty brenda, diçka që nuk duhej të ishte. Nuk ishte aq e madhe sa të ishte e dukshme nga larg, por nga afër, me dritën e hënës që binte në atë kënd specifik, ishte e pamundur të mos shihej. Zemra e Jonës u përshpejtua. Kjo shpjegonte gjithçka, dhimbjen, nervozizmin, sikletin e vazhdueshëm. Genti kishte diçka në veshin e tij, një infeksion, një bllokim, diçka që po i shkaktonte vuajtje dhe që doktor Agroni ose nuk e kishte parë ose kishte zgjedhur ta injoronte. Jona doli nga dhoma po aq heshtur sa hyri, por mendja i vlonte. Duhej të bënte diçka, por çfarë? Nëse i tregonte Artanit, ai do të thërriste doktor Agronin dhe mjeku thjesht do t'i hidhte poshtë vëzhgimet e saj përsëri, ndoshta edhe do ta akuzonte se po shpikte gjëra.
Nëse heshte, Genti do të vazhdonte të vuante dhe çfarëdo që të ishte në veshin e tij mund të përkeqësoj. Mendoi ti telefononte nënës së saj, të kërkonte këshill, por zonja Drita, sado e mençur të ishte, nuk do të kishte përgjigje për një situatë kaq komplekse. Kthyer në dhomën e saj, Jona mori celularin dhe filloi të kërkonte. Kaloi orë të tëra duke lexuar për infeksionet e veshit, bllokimet e kanalit të dëgjimit, komplikimet të fëmijët e shurdhër. Sa më shumë lexonte, aq më shumë rritej shqetësimi i saj. Infeksionet e patrajtuara mund të çonin në komplikacione serioze, duke përfshirë përhapjen në zona të tjera. Bllokimet mund të shkaktonin dëme të përhershme nëse nuk hiqeshin siç duhet. Dhe më e keqja, te fëmijët e shurdhër, këto probleme shpesh neglizhoheshin sepse simptomat tradicionale, si humbja e dëgjimit ose zhurma në vesh, nuk ishin të zbatueshme. Kur dielli filloi të linte duke pikturuar qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe roz, Jona mori një vendim. Nuk mund të priste për autorizime, nuk mund t'i besonte sistemit që qartësisht po dështonte me Gentin. Duhej të vepronte vetë, edhe pse i dinte rreziqet. Ju kujtua gjyshja e saj, zonja Besa, e cila kishte qenë mami dhe shëruese në fshatin ku kishte lindur, e njohur për trajtimin e çdo lloj problemi me ilaçe shtëpiake dhe teknika tradicionale. Jona ishte rritur duke parë gjyshen të pastronte plag, të trajtonte infeksione të thjeshta, të hiqte cifla dhe gjemba me duar të sigurta dhe njohuri të trashëguara brez pas brezi. Gjatë ditës, Jona kreu detyrat e saj normalisht, por mendja i punonte në një plan. Do t'i duheshin materiale. Bazë, një piskatore e vogël dhe e sterilizuar, vaj i ngrohtë për të zbutur çdo bllokim, dritë e përshtatshme për të parë më mirë dhe mbi të gjitha, privatësi absolute. E dinte se ajo që planifikonte të bënte ishte e rrezikshme, se mund të shkonte keq në 1000 mënyra të ndryshme, por alternativa ishte ta linte Gentin të vazhdonte të vuante ndërsa një mjek neglizhent shtirej sikur gjithçka ishte në rregull. Pas dite, kur Genti ishte në mësimin e gjuhës së shenjave me mësuesin privat, Jona doli fshehurazi nga vila edhe një herë. Shkoi në një farmaci tjetër, në një lagje më të largët, ku askush nuk do ta njihte. Bleu alkool, pambuk, një piskatore të vogël metalike dhe e pyeti farmacistin për teknikat e pastrimit të veshëve. Burri, duke menduar se ajo po pyeste për veten, i dha udhëzime bazë për sigurinë dhe çfarë të shmangte. Jona thiti çdo fjalë, duke memorizuar çdo detaj. U kthye në vilë me materialet e fshehura në çantë, zemra e rënduar nga madhësia e asaj që planifikonte të bënte. Kaloi pjesën tjetër të ditës duke vëzhguar Gentin sa herë që ishte e mundur. Djali ishte dukshëm më keq, mezi preku ushimin gjatë darkës, duart i dridheshin lehtë. Jona pa artanin ta shikonte të birin me shqetësim për disa sekonda para se të kthente vëmendjen te dokumentet që lexonte në tryezë. Burri shite, por nuk shite vërtet. Shikonte, por nuk vërente. Ishte sikur një mur i padukshëm ta ndante nga i biri, një mur i ndërtuar nga frika, faji dhe iluzioni i kontrollit. Natën, Jona priti derisa u sigurua se të gjithë po flinin. Kontrolloi oraret e patrullimeve të sigurisë, memorizoi modelet e lëvizjes në shtëpi. Rreth orës 2 të mëngjesit, kur vila ishte në heshtjen e saj më të thellë, ajo mblodhi materialet e saj dhe u ngjit përsëri në dhomën e Gentit. Djali flinte i shqetësuar, fytyra e tij e shtrembëruar në një shprehje sikleti edhe pa vetdije. Jona vendosi gjithçka që kishte sjell mbi komodin, duke sterilizuar piskatoren me alkool, duke përgatitur pambukun dhe ndriçimin e abazhurit të pozicionuar strategjikisht. U afrua te krevati dhe i preku butësisht shpatullën Gentit. Djali u zgjua i trembur, sytë e tij të zgurdulluar në errësirë. Kur pa se ishte Jona, u qetësua pak, por konfuzioni ishte i dukshëm në fytyrën e tij. Jona mori fletoren që tani e mbante gjithmonë me vete dhe shkroi shpejt, duart i dridheshin pak, e di që ke dhimbje. Pash diçka në veshin tënd. Mund të përpiqem të të ndihmoj, por duhet të më besosh dhe të rish shumë i qetë. A më beson? Genti i lexoi fjalët në dritën e dobët të abazhurit. Për një moment të gjatë, vetëm e shikoi Jonën, sytë e tij të errët dhe të thellë dukej se shinin përmes saj, duke vlerësuar, duke vendosur. Pastaj, ngadalë, tundi kokën në shenjë pohimi. Besimi i atij gjesti të thjesht pothuajse ia theu zemrën Jonës. Ai djalë, që kishte të gjitha arsyet për të mos i besuar askujt, po i besonte asaj. Jona e pozicionoi Gentin në mënyrë që drita e abazhurit të ndriçonte veshin e tij të djathtë.
Me duar që përpiqej t'i mbante të qëndrueshme, pavarësisht nervozizmit, ajo shikoi brenda kanalit të dëgjimit. Tani, me dritë direkte dhe të përshtatshme, mundi të shihte qartë. Kishte një mas të errët aty që dukej e përbërë nga dy lithari i përzier me diçka tjetër, ndoshta mbetje të një infeksioni të vjetër të patrajtuar plotësisht. Nuk ishte vetëm një bllokim i thjesht, ishte një akumulim që duhej të ishte aty prej kohësh, i ngjeshur dhe i ngurtësuar, duke shkaktuar presion dhe dhimbje të vazhdueshme. Kjo do të bezdis pak, shkroi Jona, por do të kem shumë kujdes. Nëse të dhem shumë, më thuaj. Në rregull. Genti tundi kokën përsëri, duke mbyllur sytë fort, duke u përgatitur. Jona i hodhi disa pika vaj të ngrohtë në vesh, duke pritur të zbute bllokimin. Pastaj, me piskatoren e sterilizuar dhe lëvizje jashtëzakonisht të kujdesshme, filloi të punonte. Ishte një proces i ngadaltë dhe delikat, duke hequr copa të vogla çdo herë, duke pastruar piskatoren mes çdo lëvizjeje. Genti e tensiononte trupin her pas here, por qëndronte çuditërisht i qetë, duke i besuar plotësisht asaj. Jona punoi për gati 20 minuta, duke djersitur ftohtë, çdo lëvizje e llogaritur me saktësi milimetrike. Çdo copë të hequr e vendoste në një shami letre anash, duke formuar një grumbull të vogël materiali të errësuar. Ishte pothuajse në fund, duke arritur të shihte fundin e kanalit të dëgjimit më në fund të pastër, kur dëgjoi hapa në korridor. Zemra i ndaloi. Hapat po afroheshin, të sigurt dhe të vendosur. Ishte tepër vonë për të fshehur gjithçka, për të shtirur se po bënte diçka tjetër. Dera u hap befas dhe drita e korridorit pushtoi dhomën. Zoti Besim ishte aty, shpreha e tij kaloi nga habia në tmerr në pak sekonda. Pas ti, i tërhequr nga zhurma, u shfaq Artan Gashi, i veshur me rob dishan, flokët të shpupuritur, syt ende të përgjumur, por që u bën shpejt vigjilent kur pas skenën para tij. Çfarë po ndodh këtu? Zëri i Artanit doli si një bubullim në heshtjen e natës. Jona u ngrit automatikisht, piskatoria ende në dorë, dhe ishte atëherë që ndodhi. Artani pa të birin të shtrirë në krevat, veshin e kuq nga manipulimi, shamin e letrës me atë mas të errët, dhe Jonën të ndalur aty me një instrument në dorë. Përfundimi që ai nxori ishte më i keqi i mundshëm. Çfarë i bëre djalit tim? Artani u hodh brenda dhomës, zëri i tij duke u ngritur në volum. Besim, thirr policin. Kjo grua po e lëndonte Gentin. Jo, bërtiti Jona, duke u përpjekur të shpjegonte, por fjalët i ngatëroheshin. Nuk po e lëndoja. Po e ndihmoja. Ai kishte diçka që i bllokonte veshin, po i shkaktonte dhimbje. Por Artani nuk dëgjonte. Kishte sytë të ngulitur te Genti, i cili ishte ulur në krevat tani, i hutuar dhe i frikësuar nga i gjithë kaosi. Besimi tashmë po merrte celularin për të bërë telefonatën kur Genti bëri diçka që askush nuk e priste. U ngrit nga krevati, duke u lëkundur pak, dhe shkoi te komodina. Mori fletoren dhe lapsin dhe filloi të shkruante furishëm. Pastaj ja tregoi letrën babait, duart i dridheshin. Ajo po më ndihmonte. Unë i kërkova. Veshi më dhemte shumë. Të lutem, mos e lëndo atë. Artani i lexoi fjalët, por zemërimi ende i digjej në sy. Ti nuk e di se çfarë thua, Genti. Kjo grua nuk ka formim mjekësor. Ajo mund të kishte shkaktuar një dëm të pakthyeshëm. I telefonova policisë, njoftoi Besimi, duke futur celularin në xhep. Dhe doktor Agronit gjithashtu. Ai po vjen. Jona ndjeu këmbët t'i lëshoheshin. Gjithçka kishte shkuar keq. Ishte përpjekur të ndihmonte dhe tani do të trajtohej si kriminale. Shikoi Gentin, pa lotët që i rridhnin nëpër fytyrë, dhe dëshiroi më shumë se gjithçka të mund t'i thoshte se gjithçka do të shkonte mirë. Por nuk e dinte nëse do të shkonte. Minutat në vijim ishin një mjegull lëvizjesh dhe konfuzioni. Artani urdhëroi Besimin ta çonte Jonën në dhomën e sigurisë në katin e parë, një dhomë e vogël pa dritare ku rojet e pronës qëndronin gjatë ditës. Jona u tërhoq zvarr praktikisht poshtë shkallëve, ndërsa dëgjonte Gentin të bërtiste, jo me fjalë, por me tinguj të dëshpëruar, duke u përpjekur të pengonte marrjen e saj. Tingulli ishte i tmerrshëm, primitiv, zëri i dikujt që rrallë përdorte kordat vokale duke u detyruar në një ekstrem dëshpërimi. Në dhomën e sigurisë, Jona u ul në një karrige të fortë, duart i dridheshin në mënyrë të pakontrolluar. Mund të dëgjonte lëvizje në shtëpi, zëra të alteruar dhe pastaj zhurmën e një sirene që afrohej.
Mbylli syt duke menduar për nënën e saj se si zonja Drita do ta merrte lajmin se e bija ishte arrestuar. Mendoi për Gentin, atë djalë që më në fund I kishte besuar dikujt vetëm për të parë atë person t'i hiqej me dhunë. Mendoi për gjithçka që kishte shkuar keq kur gjithçka që donte ishte të bënte diçka të shkonte mirë. Doktor Agroni mbërriti para policisë. Jona dëgjoi zërin e tij në hallin e hyrjes duke folur me Artanin, toni urgjent por I kontrolluar. Nuk arrinte të dallonte fjalët, por mund ta imagjinonte përmbajtjen, paralajmërime për kontaminim, rreziqe infeksioni, proces të mundshëm për ushtrim të paligjshëm të mjekësisë. Çdo akuzë me siguri e vërtet, çdo pasojë me siguri e merituar. Ajo kishte vepruar pa autorizim, pa njohuri të duhura, e shtyr vetëm nga urgjenca dhe besimi se po bënte gjën e duhur. Dhe ndoshta kishte qenë gjëja më e gabuar që mund të bënte. Sa kohë kaloi, Jona nuk e dinte. Mund të kishin qenë minuta ose orë, koha kishte humbur kuptimin në atë dhomë pa dritare. Kur dera më në fund u hap, ishte doktor Agroni duke mbajtur çantën e tij, I ndjekur nga Artani me një shprehje që Jona nuk arriti ta deshifronte. Mjeku e shikoi atë me përbuzje të fshehur keq. A e ke iden se çfarë ke bër? Filloi ai, zëri I tij I ftohtë dhe plot autoritet. Genti është në gjendje shoku. Kanali I dëgjimit është I traumatizuar. Çdo progres që kemi bërë në vitet e fundit mund të jetë komprometuar nga ndërhyrja jote e papërgjegjshme. Jona donte të mbrojej, donte të shpjegonte atë që kishte parë, por fjalët I vdisnin në fy. Kush do t'i besonte asaj kundër një mjeku të njohur? Kush do t'i jepte vlerë fjalës së një punonjëse shtëpie nga provinca kundër një specialisti me dekada përvojë? Uli syt, e mposhtur. Policia po ngjitet për të marrë dëshminë tënde, vazhdoi doktor Agroni. Të këshilloj të bashkëpunosh plotësisht. Kjo mund të ndikojë në akuzat që do të ngrihen kundër teje. Artani, deri atëherë I heshtur, më në fund foli. Agron, je I sigurt se kjo e shkaktoi gjendjen e tij? Nuk mund të ishte dhimbja e veshit që ajo përmendi? Artan, të lutem, pshertiu mjeku sikur të kishte të bënte me një fëmijë kokfort. Genti nuk kishte dhimbje veshi. E ekzaminova më pak se një javë më parë. Ishte plotësisht mirë. Ajo që ai po ndjen tani është rezultat I traumës së shkaktuar nga kjo, ai tregoi me gisht Jonën me përbuzje, nga kjo ndërhyrje groteske. Ishte në atë moment që një tingull jehoi në përvil, duke ardhur nga kati I sipërm. Një tingull që e bëri Artan Gashin të ngrinte plotësisht, që e bëri doktor Agronin të kthehej befas, që e bëri Jonën të ngrinte syt me zemrën që I rrite fort. Ishte një zë. Zëri I Gentit. Jo një klithme e partikuluar, jo një tingull dëshpërimi, por një fjalë. E qartë, e njohshme, e pamundur. Babi. Fjala fluturoi në për ajër si diçka e prekshme, e ngarkuar me një peshë që të I kalonte tingullin në vetvete. Artani doli nga dhoma me vrap, duke ngjitur shkallët 2 nga 2. Doktor Agroni e ndoqi, duke e lënë Jonën vetëm përsëri. Ajo mund të dëgjonte traziren lart, hapa të nxituar, zëra të alteruar dhe pastaj heshtje. Një heshtje kaq e thellë sa dukej se thithte gjithë ajrin e shtëpisë. Jona nuk e dinte sa kohë qëndroi aty ulur, duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Genti kishte folur. Për herë të parë në jetën e tij, ai djalë I shurdhër nga lindja kishte prodhuar një fjalë të kuptueshme. Ishte e pamundur, ishte mrekulli, ishte tmerruese në pamundësinë e saj. Dhe Jona, me ndërhyrjen e saj të dëshpëruar dhe të paautorizuar, kishte diçka të bënte me këtë. Kur policët më në fund mbërritën, gjetën një shtëpi në kaos emocional. U ngjitën në katin e dytë, ku Artani ishte I gjunjëzuar pranë krevatit të Gentit, duke mbajtur duart e të birit ndërsa lotët I rrivnin nëpër fytyrë. Djali ishte I zbeth, I raskapitur, por syt I kishte të hapur dhe të vetëdijshëm. Doktor Agroni qëndronte anash, duke kontrolluar shenjat vitale të Gentit me një shprehje që luhatej mes shqetësimit profesional dhe diçka e më të vështirë për t'u përcaktuar. Një nga policët, një burr në moshë të mesme me shprehje të ashpër, zbriti në dhomën e sigurisë ku priste Jona. Bëri pyetjet e zakonshme, shënoi përgjigjet e saj në një blok, dokumentoi skenën. Jona u përgjigj gjithçkaje me zë monoton, tepër e lodhur për të ndier frikë. Tregoi për dhimbjet e Gentit, për atë që kishte parë në veshin e tij, për vendimin e saj për të vepruar kur askush tjetër nuk dukej I gatshëm ta bënte. Polici dëgjonte pa gjykuar, vetëm duke regjistruar fakte.
Zonjush, a e kuptoni se ajo që bëtë ishte jashtëzakonisht e rrezikshme? Pyeti ai në fund. Se mund të kishit shkaktuar dëme serioze te fëmia? E kuptoj, u përgjigj Jona me zë të ulët. Por nuk mund të qëndroja duar kryq duke e parë të vuante. Polici mbylli bllokun dhe e shikoi atë me një shprehje që ishte pothuajse mirë kuptuese. Do të më duhet t'ju çoj në komisariat për një dëshmi formale. Pjesa tjetër do të varet nëse përgjegjësit e fëmijës vendosin apo jo të bëjnë ankesë. Jona tundi kokën, e dorëzuar. E la veten të shoqërohej në makinën e policisë të parkuar para vilës. Duke kaluar në përhollin e hyrjes, hodhi një shikim të fundit në atë shtëpi që për disa javë kishte qenë vendi i saj i punës dhe ku kishte gjetur një djalë që kishte nevojë dëshpërimisht për dikë që të interesoi. Nuk e dinte nëse do ta shihte përsëri Gentin. Dhimbja e kësaj pasigurie ishte pothuajse fizike. Në komisariat u përsëritën pyetjet, procesi burokratik i regjistrimit të versionit të saj të fakteve. Jona u fotografua, ju morën shenjat e gishtave, nënshkroi letra që mezi i lexonte. Gjithçka duke jo reale, sikur po i ndodhte dikujt tjetër. Kur më në fund e lan të bënte një telefonat, duart i dridheshin aq shumë sa mezi arrinte të shtypte numrin e nënës së saj. Mami, zëri i saj u thye sapo zonja Drita u përgjigj. Jona? Bia ime, sa është ora? Çfarë ka ndodhur? Mes dënesave, Jona i tregoi gjithçka. Nuk la asgjë pa thënë, nga dita e parë që kishte parë Gentin deri në momentin kur ishte arrestuar. Zonja Drita dëgjoi në heshtje, dhe kur Jona mbaroi, kishte lot edhe në zërin e gruas më të moshuar. Bia ime, tha zonja Drita me zë të dridhur, ti bëre atë që të tha zemra. Nuk mund të them se ishte e mençur, nuk mund të them se ishte e drejtë, por e di se u bë me dashuri. Dhe dashuria kur nuk është plotësisht e gabuar. Fjalët e nënës ishin një balsam, por nuk e eliminuan realitetin e situatës. Jona do ta kalonte natën në komisariat, duke pritur vendime që nuk ishin në duart e saj. U shtri në krevatin e fortë të qelis, duke parë tavanin me njolla, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Dhe duke menduar, kryesisht, për atë fjalë që kishte dëgjuar Gentin të shqiptonte. Babi. Fjala e tij e parë, e shkulur nga heshtja 10 vjeçare, duke jehuar në një shtëpi që gjithmonë kishte qenë tepër e heshtur. Ndërkohë, në vilën e familjes Gashi, Artani nuk mund të largohej nga Genti. Qëndroi ulur pranë krevatit të birit gjithë natën, duke e vëzhguar të flinte një gjumë të shqetësuar. Doktor Agroni e kishte ekzaminuar djalin gjerësisht, kishte deklaruar se nuk kishte dëme të përhershme, por se duhej monitorim i kujdesshëm. Pastaj ishte larguar, por jo para se të theksonte përsëri rreziqet e asaj që kishte ndodhur, rrezikun e ndërhyrjeve jo profesionale. Por Artani nuk mund të ndalonte së menduari për atë fjalë. Genti kishte folur. I biri, të cilin e kishte zvarritur në për 10 specialist, të cilit i kishte nënshtruar analiza dhe trajtime të panumërta, kishte folur për herë të parë jo në një klinik të sofistikuar apo gjatë një procedure të shtrenjtë mjekësore, por në një moment dëshpërimi duke e thirrur atë. Dhe kishte ndodhur pasi një punonjëse shtëpie kishte bërë diçka që doktor Agroni e kishte hedhur poshtë si të pamundur, të hiqte një bllokim që po i shkaktonte dhimbje. Të nesërmen në mëngjes, Artani u ngrit herët, me sytë e kuq nga lodhja, por me mendjen çuditërisht të kthjellët. Genti ende flinte, kështu që zbriti në zyrë dhe filloi të bënte telefonata. Së pari avokatit të tij, pastaj disa kontakteve në spitalin ku doktor Agroni kishte klinikën. Kërkoi kopje të plota të historisë mjekësore të Gentit, të gjitha analizat e kryera në vitet e fundit, të gjitha recetat, të gjitha raportet. Donte të kuptonte, duhej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Ishte Mariana ajo që i solli kafen e mëngjesit në zyrë. Shërbëtorja më e vjetër e shtëpisë kishte sytë e enjtur, qartësisht kishte qarë. Vendosi tabakan mbi tryezë me kujdes të tepruar. Zoti Artan, filloi ajo me zë hezitues, mund të them diçka? Artani e shikoi atë, i habitur. Në të gjitha vitet që Mariana punonte aty, ajo kur nuk kishte nisur një bisedë përtej asaj që ishte rreptësisht e nevojshme. Sigurisht. Mariana mori frym thellë, duke mbledhur guxim. Jona, ajo nuk po përpiqej ta lëndonte Gentin. Ajo interesohej vërtet për të. E shite çdo ditë, shite se ai po vuante. Ajo vetëm donte të ndihmonte. Ajo nuk ka formim mjekësor, kundërshtoi Artani, por pas zemërimin e natës së mëparshme.
mund të kishte shkaktuar një dëm të pakthyeshëm. Me gjithë respektin, zotëri, Mariana i mbajti syt ulur por vazhdoi të fliste, ai djalë po jeton në një burg. Ai ka gjithçka që paraja mund të blej, por nuk ka asgjë nga ato që i duhen vërtet. Jona ishte personi i parë pas shumë kohësh që e shikoi atë dhe pa një fëmijë, jo një problem për t'u zgjidhur. Fjalët e goditën Artanin si një shupllak. Donte t'i mohonte, donte të thoshte se Mariana nuk dinte asgjë, por e vërteta në to ishte e pamohueshme. Genti kishte gjithçka, përveç asaj që kishte më shumë rëndësi. Kishte një shtëpi të madhe por asnjë vatër. Kishte një baba por asnjë prani të vërtetë. Kishte trajtim mjekësor të klasit të parë por asnjë kur për vetmin. Genti foli dje, tha Artani me zë të ulët, më shumë për vete se sa për Marianën. Për herë të parë në 10 vjet biri im foli. E di, zotëri. Të gjithë në shtëpi e dëgjuan. Ishte një mrekulli. Ishte një mrekulli, përsëriti Artani, por jo e llojit që unë prisja. Dhe ndoshta është pikërisht mrekullia që ai kishte nevojë. Pasi Mariana doli, Artani qëndroi për një kohë të gjatë ulur në koltukun e tij prej lëkure, duke parë fotot në zyrën e tij. Kishte një të Marinës, gruas së tij të ndjer, duke buzëqeshur me Gentin foshnjë në krah. Një tjetër të Gentit 2 vjeç, para se ta dinin për shurdhërinë. Një tjetër akoma të Gentit 5 vjeç, tashmë në trajtimet me doktor Agronin, me një shprehje serioze dhe të lodhur që asnjë fëmijë 5 vjeçar nuk duhet ta ketë. Artani kuptoi se nuk kishte asnjë foto të kohëve të fundit të Gentit duke buzëqeshur. Kur ishte hera e fundit që e kishte parë të birin vërtet të lumtur? Orët kaluan dhe dokumentet filluan të mbërrinin. Historia mjekësore, rezultatet e analizave, raportet të detajuara. Artani u zhyt në to me të njëjtën intensitet që përdorte për të analizuar kontratat e biznesit. Dhe sa më shumë lexonte, aq më shumë pyetje lindnin. Kishte boshllëqe në trajtime, procedura që dukeshin tepër përsëritse, ilaçe që nuk kishin kuptim të plotë. Dhe mbi të gjitha, kishte një gjë që e shqetësonte thellësisht, në asnjë moment në raportet e fundit të doktor Agronit nuk përmendej ndonjë lloj bllokimi apo infeksioni në veshin e Gentit. Si mundet një mjek që e ekzaminonte djalin rregullisht të mos vinte re diçka që një punonjëse shtëpie arriti ta shihte? Artani mori telefonin dhe i telefonoi një kontakti që kishte në spitalin amerikan, një shok fakulteti që ishte bërë një otorinolaringolog i njohur. I shpjegoi situatën, simptomat që Genti kishte shfaqur, atë që Jona kishte gjetur. Mjeku në anën tjetër të linjës qëndroi në heshtje për një moment para se të përgjigjej. Artan, kjo që po përshkruan tingëllon si një rast i një etape dyllit të ngjeshur, ndoshta me mbetje të një infeksioni kronik. Në raste të tilla, është e zakonshme që personi të ndjejë dhimbje të forta, presion, nervozizëm. Heqja zakonisht i lehtëson simptomat menjëherë. Por më thuaj diçka, djali yt nuk bënte ndjekje të rregull. Si nuk e vuri re askush këtë më parë? Pyetja jehoi në mendjen e Artanit. Si nuk e vuri re askush? Apo dikush e vuri re dhe zgjodhi të mos bënte asgjë? Opsioni i dytë ishte i paimagjinueshëm, tepër grotesk për t'u konsideruar. Por sa më shumë mendonte, sa më shumë rishikonte dokumentet para tij, aq më shumë ajo mundësi e pamundur fillonte të merrte formë. Artani e falenderoi kolegun dhe mbylli telefonin, mendja i punonte furishëm. Kishte nevojë për përgjigje të vërteta, jo shpjegimet e përshtatshme që doktor Agroni gjithmonë jepte. Vendosi se ishte koha të kërkonte një mendim të dytë mjekësor, një të tretë, sa të ishin të nevojshme. Por para se gjithash, duhej të bisedonte me Gentin. I biri, i cili më në fund kishte folur pas një dekade heshtjeje, meritonte të dëgjohej vërtet. Unë gjit në dhomën e Gentit dhe e gjeti djalin zgjuar, ulur në krevat me një libër të hapur në preher, por pa e lexuar vërtet. Kur pa baban të hynte, Genti u tensionua, sikur të priste më shumë probleme, më shumë qortime. Artani ndjeu një therrje dhimbjeje kur kuptoi se i biri kishte frikë prej tij, jo një frikë nga dhuna fizike, por frika më delikate e shgënjimit, e mosplotësimit të pritshmërive të pamundura. Artani u ul në cep të krevatit, duke mbajtur distancë të mjaftueshme për të mos i cenuar hapësirën Gentit, por mjaft afër sa të mund të shihnin njëri tjetrin në sy. Mori fletoren që ishte në komodin, të njëjtën që Genti përdorte për të komunikuar me Jonën, dhe shkroi me shkrim të kujdesshëm, si ndihesh sot? Genti lexoi dhe hezitoi para se të merrte lapsin. Shkroi ngadalë, dhimbja e kokës ka kaluar.
Veshi është ende pak i çuditshëm, por më mirë. Artani tundi kokën dhe shkroi përsëri, Genti, kam nevojë të jesh plotësisht i sinqert me mua. Prej sa kohësh kishe dhimbje? Djali kafshoi buzën, qartësisht duke debatuar brenda vetes nëse duhej të thoshte të vërtetën. Më në fund shkroi, rreth 2 javë, ndoshta më shumë. Filloi ngadalë dhe u përkeqësua. Pse nuk më tregove? Përgjigja e Gentit erdhi e ngarkuar me një sinqeritet të dhimbshëm, sepse sa herë që ankohem për diçka, ti thërret doktor Agronin. Dhe unë nuk doja ta shija doktor Agronin. Ato fjalë ishin si një grusht në stomakun e Artanit. Pse jo? Genti shkroi për një kohë të gjatë, duke fshirë dhe rishkruar, duke kërkuar fjalët e duhura. Kur më në fund ja tregoi fletoren babait, Artani ndjeu botën të dridhej nën këmbët e tij, ai më trem. Gjithmonë bën shumë pyetje, gjithmonë më ekzaminon shumë, gjithmonë thotë se është afër të më shërojë, por kur nuk ndodh asgjë. Ndonjëherë ndiej se i pëlqen që unë jam i shurdhër, sepse kështu ai mund të vazhdoj të më studioj. E di që duket çmenduri, por kjo është ajo që ndiej. Artani i lexoi ato fjalë 3 herë, duke ndjerë se cilën prej tyre të priste më thellë. I biri, një fëmijë 10 vjeçar, po thoshte se nuk i besonte mjekut që Artani e kishte zgjedhur personalisht, të cilit i paguante një pasuri për ta trajtuar. Dhe më keq, po thoshte se ndihej si objekt studimi, jo si pacient. Si mundet një baba t'i lërë gjërat të arrijnë në këtë pikë? Genti, shkroi Artani me duar të dridhura, ti fole dje. Thirre babi. Ishte hera e parë që dëgjova zërin tënd të thoshte një fjalë të vërtetë. A e mban mend? Genti tundi kokën, syt i mbusheshin me lodh. Shkroi, doja vetëm që të mos e merrnin më jonën. Ajo është personi i parë që ka qenë vërtet i mirë me mua. Që nuk më trajtoi si të mirë apo si pacient. Vetëm si, nuk e di, si njeri normal. Lotët që Artani i kishte mbajtur më në fund ran. Ai ishte përpjekur kaq shumë t'i jepte të birit trajtimin më të mirë, shanset më të mira, por kishte harruar t'i jepte më themeloren, humanizmin, lidhjen, shansin për të qenë thjesht një fëmijë. Dhe një punonjëse shtëpie nga provinca, pa formim mjekësor por me një zemër të madhe, kishte arritur në pak javë atë që ai nuk e kishte arritur në 10 vjet, ta bënte Gentin të ndihej i parë, i vlerësuar, i dashur. Jona është në komisariat, shkroi Artani. Për shkak të asaj që ndodhi mbrëm. Autoritetet duan të dinë nëse do të bëj ankesë kundër saj. Genti zgurdulloi syt, paniku i dukshëm në fytyrën e tij. Mori lapsin dhe shkroi me aq forcë sa pothuajse e grisi letrën, jo. Babi, të lutem. Ajo vetëm po ndihmonte. Ajo më shpëtoi. Mos lejo ta marrin. Dëshpërimi në fjalë, i shkruar me shkronja të mëdha dhe vija të trasha, ja theu zemrën Artanit. I vuri dorën në shpatull të birit, një gjest i thjesht por që nuk e bënte prej kohësh, dhe shkroi, nuk do të bëj asgjë që të lëndoj më shumë, Genti. Të premtoj. Artani doli nga dhoma me një qartësi qëllimi që nuk e ndjente prej vitesh. Mori telefonin dhe i telefonoi komisariatit ku mbahej Jona. Foli me komandantin përgjegjës, tha se nuk do të bënte ankesë, se gjithçka kishte qenë një keqkuptim, se vajza kishte vepruar me qëllimet më të mira. Komandanti, skeptik por pas zgjidhje ligjore, tha se do ta lironte Jonën sapo të plotësonin dokumentacionin. Telefonata tjetër ishte më e vështirë. Artani formoi numrin e klinikës së doktor Agronit dhe priti. Kur sekretarja u përgjigj, kërkoi të fliste drejt për drejt me mjekun. Agroni u përgjigj me zërin e tij profesional dhe të gatshëm. Artan, si është Genti sot? Arriti të pushonte? Agron, duhet të bisedoj me ty personalisht. Sot akoma. Sigurisht, sigurisht. Dëshiron të kaloj unë ande nga vila më vonë? Jo, tha Artani me vendosmëri. Dua të sjellësh të gjitha dosjet e Gentit. Të gjitha analizat, të gjitha raportet, gjithçka. Dhe do të bisedojmë në zyrën time këtu, jo si miq, por si mjek dhe klient. Kam pyetje që kërkojnë përgjigje të qarta. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Artan, ka ndodhur diçka që duhet ta di? Shumë gjëra, Agron. Shumë gjëra. Artani mbylli telefonin pa pritur përgjigje. Ndërsa priste mbërritjen e mjekut, Artani bëri edhe një telefonat tjetër. Për spitalin amerikan duke caktuar një vizitë urgjente për Gentin me një ekip të plot specialistësh që nuk kishin asnjë lidhje me doktor Agronin.
Donte një vlerësim të paanshëm, të plot, pa filtrat dhe interpretimet e dikujt që ndoshta kishte konflikte interesi që Artani vetëm tani fillonte t'i dyshonte. Në atë moment, në komisariat, Jona po informohej se do të lirohej. Komandanti i shpjegoi se përgjegjësi i fëmijës kishte vendosur të mos bënte ankesë, se ajo ishte e lirë të shkonte. Jona doli nga qelia e trullosur, mezi duke besuar atë që dëgjonte. Mori sendet e saj, nënshkroi letrat e nevojshme dhe doli në dritën e diellit që e verboi për një moment. Nuk kishte para për biletën e kthimit në Pogradec, nuk kishte më punë, nuk dinte se çfarë të bënte tani. U ul në shkallët e komisariatit, dielli i Tiranës i binte në fytyrë dhe e lejoi veten të qante. Qau nga lehtësimi, nga raskapitja, nga trishtimi për gjithçka që kishte ndodhur dhe sepse duhej ta linte Gentin pas. Kështu e gjeti Mariana, një orë më vonë. Shërbëtorja më e vjetër kishte mbërritur me një taksi, e dërguar nga Artani me një mesazh specifik, ta sillte Jonën përsëri në vil. Jona e shikoi Marianën pa kuptuar, por gruaja tjetër vetëm buzëqeshi butësisht dhe tha, "Eja, e dashur. Ka dikush që ka nevojë të shoh." Kthimi në vil ishte i heshtur, Jona shikonte nga dritarja e taksis pa e parë vërtet qytetin që kalonte. Kur mbërritën, Mariana e çoi jo në pjesën e pasme të shtëpisë ku ishin dhomat e punonjësve, por në hyrjen kryesore. Aty, në derë, ishte Artan Gashi dhe pranë tij, Genti. Djali, kur pa Jonën, lëshoi dorën e babait dhe vrapoi drejt saj. Jona u gjunjëzua instinktivisht dhe Genti u hodh në krahët e saj, duke e përqafuar fort me dëshpërim, sikur të friksohej se ajo do të zhdukej nëse e lëshonte. Jona e përqafoi përsëri, lotët e saj i lanin flokët, duke ndjerë trupin e vogël të dridhej kundër saj. Kur më në fund u ndan, Genti mori fletoren që mbante me vete dhe shkroi diçka, duke ia treguar Jonës me sy ende të lagur, "Faleminderit që më shpëtove." Jona i shikoi ato fjalë, djalin që i kishte shkruar dhe baban që vëzhgonte skenën me një shprehje emocioni të thellë. Nuk e dinte se çfarë do të ndodhte tani, nuk e dinte nëse do të kishte ende punë apo nëse do të dërgohej larg gjithsesi. Por në atë moment, duke ndjer Gentin që i mbante dorën, duke parë në fytyrën e Artanit diçka që dukej si pendes dhe vendosmëri të përziera, Jona e lejoi veten të shpresonte. Ndoshta, vetëm ndoshta, diçka e mirë mund të dilte nga e gjithë ajo çmenduri. Ndoshta heshtja që kishte dominuar atë shtëpi për kaq shumë kohë më në fund ishte gati të thyej vërtet. Doktor Agron Leka mbërriti në vil 2 orë më vonë, duke mbajtur një dosje të trashë me dokumentet e kërkuara. Shpreha e tij ishte e kujdesshme dhe neutrale, por Artani, i cili kishte kaluar dekada duke lexuar njerëzit në sallat e mbledhjeve të biznesit, e dallonte tensionin nën fasadën profesionale. E udhëhoqi mjekun drejt zyrës së tij dhe mbylli derën pas tyre. Për një moment, ata thjesht qëndruan aty, 2 burra që njiheshin prej një dekade, të ndarë tani nga pyetje që nuk mund të shmangeshin më. "Artan," filloi Agroni, duke vendosur dosjen mbi tryezë, "para se të fillojmë, dua që të kuptosh se gjithçka që kam bërë ka qenë duke menduar për më të mirën e Gentit. Çdo vendim, çdo trajtim është bazuar në vite përvoje dhe njohuri mjekësore." Atëherë më shpjego diçka, Artani u ul pas tryezës së tij, duke marrë qëndrimin që përdorte në negociata të vështira. Si ka mundësi që një mjek me vite përvojë nuk vërej një bllokim në veshin e një pacienti që e egzaminon rregullisht? Një bllokim kaq të rëndësishëm sapo i shkaktonte dhimbje intensive? Agroni hezitoi vetëm për një fraksion sekonde, por ishte e mjaftueshme. "Artan, unë e kam egzaminuar Gentin plotësisht javën e kaluar. Nuk kishte asnjë shenjë bllokimi apo infeksioni. Nuk kishte apo nuk deshe ta shihje?" Pyetja doli më e ashpër se sa Artani e kishte menduar, por ai nuk e zbuti. "Sepse unë kam këtu," ai preku dokumentet e shpërndara mbi tryezë, "raportet të 5 viteve të fundit. Dhe e di çfarë vura re? Një model. Sa herë që duket se jemi afër një zgjidhjeje reale, diçkaje që mund ta ndihmonte vërtet Gentin, ti gjen një arsye për ta shtyrë, për të pritur më shumë, për të bërë më shumë teste. Ky është protokoll standard mjekësor," u mbrojt Agroni, por zëri i tij kishte humbur një pjesë të autoritetit të zakonshëm. "Nuk mund të nxitohemi me ndërhyrje që mund të shkaktojnë më shumë dëm se sa dobi. Ndërhyrje si implanti koklear që e diskutuam 3 vjet më parë dhe për të cilin ti gjithmonë gjen arsye për të mos e bërë? Apo terapi alternative që specialistë të tjerë sugjeruan por që ti i hodhe poshtë pa i marrë fare në konsiderat?" Artani u ngrit, frustrimi i tij më në fund duke shpërthyer. "Agron, unë të kam besuar plotësisht.
E kam lënë djalin tim në duart e tua sepse ti premtove se do të bëje gjithçka që ishte e mundur. Por tani po filloj të pyes veten, apo përpiqesh e vërtet ta ndihmoje Gentin, apo po e përdorja atë për diçka tjetër. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me akuza të pathëna. Agroni uzbe, duart e tij shtrëngonin krahët e koltukut ku ishte ulur. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte më i ulët, i zhveshur nga besimi performues që gjithmonë mbante. Ti nuk e kupton kompleksitetin e rastit të Gentit. Shurdhëria e tij kongjenitale nuk është e thjeshtë. Ka nuanca, specifika që kërkojnë një qasje të kujdesshme. Atëherë mi shpjego këto nuanca, Artani mori një nga raportet, sepse këtu thuhet se ti po ndiqje zhvillimin e një gjendjeje të rrallë lidhur me përshtatjen neurologjike në rastet e shurdhërisë së zgjatur. Nuk flet për shërimin e Gentit, flet për studimin e tij. Agroni mbylli syt për një moment dhe kur i hapi, kishte diçka ndryshe në ta. Jo arrogancën e specialistit të njohur, por lodhjen e dikujt që mban një peshë prej kohësh. Artan, kur fillova ta trajtoja Gentin 10 vjet më parë, qëllimi im ishte i sinqert. Doja të ndihmoja. Por me kalimin e kohës, kuptova se rasti i tij ishte i jashtëzakonshëm nga pikpamja shkencore. Mënyra se si truri i tij u përshtat me mungesën e stimujve dëgjimor, zhvillimi i rrugëve nervore alternative, ishte magjepsëse. Magjepsëse, Artani e përsëriti fjalën sikur të ishte helm. Djali im është magjepsës, për ty një rast studimi interesant. Nuk ishte vetëm kjo, Agroni u ngrit duke ecur drejt dritares. Unë po zhvilloja një kërkim mbi plasticitetin nervor të fëmijët e shurdhër. Të dhënat e Gentit ishin thelbësore. Por unë kur nuk e kam dëmtuar atë me qëllim. Trajtimet që kam përshkruar ishin legjitime. Por nuk ishin më të mirat, apo jo. Zëri i Artanit ishte i ftohtë tani, i kontrolluar. Ishin trajtimet që e mbanin Gentin në gjendjen ideale për kërkimin tënd. Prandaj ti kur nuk deshe ta bëje implantin koklear. Prandaj i hodhe poshtë alternativat e tjera. Sepse çdo ndryshim i rëndësishëm do të komprometonte të dhënat e tua. Agroni u kthye befas. Kjo nuk është e vërtetë. Unë gjithmonë e kam vënë mirëqenien e Gentit në vend të parë. Po bllokimi në veshin e tij? Ai që po i shkaktonte dhimbje të tmerrshme? A e dije për të, Agron? Pyetja doli si një akuzë përfundimtare. Mjeku qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Kur më në fund u përgjigj, zëri i tij ishte i dorëzuar. E dija që kishte një akumulim. E pash në vizitat e fundit. Por, Artan, teknikisht nuk ishte urgjente. Mund të ishte trajtuar në mënyrë të përshtatshme, në ambient spitalor, me procedura korrekte. Por ti nuk e trajtove. E le djalin tim të vuante sepse në kokën tënde kjo ishte teknikisht jo urgjente? Artani ndjeu një zemërim që nuk e kishte ndjer prej vitesh, të llojit që i bënte duart të dridheshin. A e di se çfarë bëri një punonjëse shtëpie pa formim mjekësor? Ajo e pa djalin tim duke vuajtur dhe veproi. Nuk llogariti rreziqet e kërkimit, nuk mendoi për artikuj akademik, thjesht pa një fëmijë me dhimbje dhe u përpoq të ndihmonte. Dhe e di diçka? Ajo arriti atë që ti nuk e arrite në 10 vjet. E bëri Gentin të ndihej i rëndësishëm, i kujdesur, njeri. Artan, unë e kuptoj zemërimin tënd, por nuk mund të injorojmë rreziqet e asaj që ajo bëri. Heqja e papërshtatshme mund të kishte shkaktuar dëme në timpan, infeksione dytësore, perforime. Por nuk shkaktoi, e ndërpreu Artani. Dhe e di pse? Sepse ajo u kujdes aq shumë sa ta bënte me kujdes. Ndërsa ti, me gjithë formimin dhe pajisjet e tua, zgjodhe të mos bëje asgjë. Agroni u ul përsëri, imposhtur. Çfarë do të bësh tani? Do të tregoj se çfarë do të bëj, Artani qëndroi në këmbë, imponues. Së pari, ti do të më japësh akses të plot në të gjitha të dhënat e kërkimit tënd që përfshin Gentin. Gjithçka. Çdo shënim, çdo analizë. Së dyti, do t'i çoj këto informacione te urdhri i mjekut dhe do t'i lata të vendosin nëse sjellja jote ishte e përshtatshme. Së treti, Genti nuk do të jetë më pacienti yt. Tashmë kam caktuar vizita me një ekip të spitalit amerikan që do ta vlerësoj atë pa asnjë konflikt interesi. Artan, kjo do të ma shkatërroj karrierën, zëri i Agronit ishte pothuajse lutës. Dhe ti mendon se më intereson? Artani u përkul mbi tryez, sytë e tij takuan ata të mjekut me një intensitet të egër. Ti e përdore djalin tim, Agron.
E shndërrove besimin që unë vurat e ti në një mundësi kërkimi. E shndërrove vuajtjen e një fëmije në të dhëna për një studim. Nëse karriera jote i mbijeton kësaj, do të jetë më shumë se sa meriton. Agroni qëndroi në heshtje, duke e ditur se nuk kishte asnjë argument që mund ta shpëtonte situatën. U ngrit ngadalë, mori çantën e tij dhe eci drejt derës. U ndal me dorën në dorez dhe u kthye për herë të fundit. Për aq sa vlen, Artan, më vjen shumë keq. Unë vërtet besoja në fillim se po bëja gjën e duhur. Nuk e di në cilin moment gjërat u bën për kërkimin dhe jo për Gentin. Por ti ke të drejtë. Unë dështova me të. Dështova keq. Po, dështove, Artani u pajtua pa mëshirë. Tani dil nga shtëpia ime dhe mos u kthe kur më. Pasi Agroni u largua, Artani qëndroi për një kohë të gjatë ulur në zyrën e tij, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. I kishte kushtuar 10 vjet ndjekjes së këshillave të një njeriu që e kishte tradhtuar besimin e tij në mënyrën më të poshtër të mundshme. Sa mundësi kishte humbur? Sa momente me Gentin kishte sakrifikuar në emër të një trajtimi që kur nuk kishte synuar vërtet të shëronte? Një trokitje e lehtë në derë i ndërpreu mendimet. Ishte Jona, e ndalur në hyrje me një shprehje hezituese. Artani i bëri një shenjë të hynte. Zoti Gashi, nuk dua t'ju bezdis. Doja vetëm të dija, çfarë do të ndodh tani? E di që nuk kam më punë këtu, doja vetëm t'i thoja lamtumir Gentit para se të largohem. Artani e shikoi atë të re që kishte revolucionarizuar shtëpinë e tij në pak javë. Vinte nga një provincë e thjeshtë, pa arsim universitar, pa burime, por kishte diçka që gjithë paratë e tij nuk kishin mundur ta blinin, një zemër që shihte përtej paraqitjeve. Jona, ulu të lutem, ai tregoi karrigen që Agroni kishte zënë pak minuta më parë. Kur ajo u ul, qartësisht nervoze, Artani vazhdoi. Unë duhet të kërkoj falje. Të akuzova se po lëndoje djalin tim kur, në të vërtetë, ti ishe e vetmja person i aftë për ta parë atë vërtet. Për të parë përtej shurdhërisë, përtej trajtimeve, përtej gjithçkaje që unë e kisha detyruar të ishte. Zoti Gashi, unë bëra vetëm atë që mendoja se ishte e drejtë. Dhe pikërisht këtë duhej ta kisha bërë unë prej kohësh, e ndërpreu butësisht Artani. Jona, sapo zbulova se mjeku të cilit i besoja po e përdorte Gentin për qëllime kërkimore. Se ai e dinte për bllokimin në vesh, por zgjodhi të mos e trajtonte sepse nuk i përshtatej planeve të tij. Ti, pa asnjë detyrim, rrezikove punën tënde, lirinë tënde, për të ndihmuar një fëmijë që mezi e njihje. Kjo nuk është vetëm guxim, është humanizëm në kuptimin e tij më të pastër. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Jonës. E shija çdo ditë, shija sa i vetmuar ishte, si askush nuk i kushtonte vërtet vëmendje. Më kujtoi vëllain tim Dorianin, të cilin e humba sepse vonuam shumë për të kërkuar ndihmë. Nuk mund ta lija të ndodhte përsëri. Dhe nuk ndodhi, tha Artani me vendosmëri. Për shkakun tënd, Genti është më mirë tani se sa ka qenë në vitet e fundit. Foli për herë të parë. Dhe nuk ishte vetëm fjala në vetvete, ishte konteksti. Ai foli sepse i interesonte për ty, sepse nuk donte që ti të largoheshe. Kjo është më e rëndësishme se çdo progres mjekësor. Çfarë do të ndodh me Gentin tani? Do ta çoj për një vlerësim të plotë në spitalin amerikan. Mjek të rinj, perspektiva të reja, pa agjendat e fshehura që kishte doktor Agroni. Dhe pavarësisht se çfarë zbulojmë, pavarësisht nëse ai do të dëgjojë ndonjëherë apo jo, unë do të mësoj të jem babai që ai ka nevojë. Babai që e sheh atë si person, jo si problem për t'u zgjidhur. Jona buzëqeshi mes lotësh. Ati do t'i pëlqej ta dëgjoj këtë. Genti është një djalë i mrekullueshëm, zoti Gashi. Vetëm kishte nevojë për dikë që ta shihte këtë. Dhe ti e pe, Artani bëri një pauzë, duke zgjedhur me kujdes fjalët e ardhshme. Jona, unë do të doja të bëja një propozim. Jo si punonjëse, jo për të pastruar apo bërë punë shtëpie. Dua të punësoj si kujdestare të Gentit. Dikush që të jetë i pranishëm për të jo si punonjëse, por si, nuk e di, si një motër më e madhe ndoshta. Dikush të cilit ai beson, dikush që i pëlqen ta ketë pranë. Jona mbeti gojë hapur. Zoti Gashi, unë nuk kam formim për këtë. Ti ke diçka shumë më të mirë se formimi, Artani buzëqeshi për herë të parë që nga fillimi i asaj bisede. Ti ke dashuri të sinqertë për djalin tim. Dhe kjo vlen më shumë se çdo diplomë.
Natyrisht, paga do të ishte shumë më e mirë se e mëparshmja. E mjaftueshme që ti të ndihmosh nënën tënde me trajtimet mjekësore që i nevojiten dhe ende të kesh një jetë të denjë këtu në Tiranë. Nuk di çfarë të them, Jona mezi arrinte të fliste mes lotësh. Është gjithçka që doja, të mund të ndihmoja nënën time dhe në të njëjtën kohë të isha pranë Gentit. Atëherë thuaj po. Po. Sigurisht që po. Artani u ngrit dhe i zgjati dorën Jonës, duke vulosur marrëveshjen me një shtrëngim duarsh që ishte shumë më tepër se një kontratë pune. Ishte fillimi i diçkaje të re, një familje që po riformohej rreth parimeve të ndryshme, më të vërteta. Ditët në vijim sollën ndryshime të thella në vilën e familjes Gashi. E para ishte atmosfera. Artani mblodhi të gjithë punonisit dhe njoftoi se rregullat e vjetra nuk vlenin më. Jo më heshtje e detyruar, jo më izolim i Gentit. Shtëpia duhej të ishte një vatër, jo një spital. Punonisit, fillimisht të dyshimt, filluan gradualisht të relaksoheshin, të buzëqeshnin, të ndërvepronin normalisht. Tingulli i bisedave dhe i të qeshurave u kthye të jehonte nëpër korridore. Vizita në spitalin amerikan zbuloi gjëra të rëndësishme. Genti kishte, në fakt, një shurdhëri të thellë kongjenitale, por nuk ishte e pakthyeshme siç kishte sugjeruar gjithmonë Agroni. Një implant koklear mund të rikthente një pjesë të konsiderueshme të dëgjimit, veçanërisht sepse Genti ishte ende i ri dhe truri i tij ruante plasticitet të mjaftueshëm. Mjekët gjithashtu trajtuan inflamacionin e mbetur në veshin që Jona kishte filluar ta trajtonte, duke konfirmuar se heqja e bllokimit kishte qenë e nevojshme dhe se ishte bërë me kujdes të mjaftueshëm për të mos shkaktuar dëme. Kur Artani i tregoi Gentit për mundësinë e implantit, priste ankth ose frikë. Në vend të kësaj, djali mori fletoren dhe shkroi diçka që e habiti baban. Mund të mendoj për këtë? Nuk kam nevojë të vendos tani? Ishte hera e parë që dikush e pyeste Gentin se çfarë donte ai, në vend që thjesht të vendoste për të. Artani e përqafoi të birin, një përqafim i gjatë dhe i shtrënguar, dhe i tha se mund të merrte gjithë kohën që i nevojitej. Se ky vendim ishte i tij dhe se do të respektohej çdo zgjedhje që do të bënte. Genti vendosi ta bënte implantin, por jo menjëherë. Donte të priste disa muaj, të shijonte për herë të parë një jetë pa trajtime të vazhdueshme, pa vizita mjekësore javore, pa presionin e të qenit gjithmonë duke u përpjekur të shërohej. Artani u pajtua, duke kuptuar se ajo pauzë ishte e nevojshme jo vetëm për Gentin, por për të dy. Duhej të mësonin të ishin babë e birë para se të ishin pacient dhe përgjegjës. Jona e solli nënën e saj në Tiranë 2 muaj më vonë, duke e vendosur në një apartament komod që Artani këmbënguli ta paguante si pjesë e paketës së saj të përfitimeve. Zonja Drita, me akses në mjek cilësor dhe trajtim të duhur, filloi të merrte veten. Në fundjavë, Jona e merrte Gentin për të vizituar nënën e saj dhe djali e adhuronte thjeshtësinë e asaj shtëpie të vogël, por plot ngrohtësi njerëzore. Aty, zonja Drita i mësonte të gatuante revani, i tregonte histori nga Pogradeci, e trajtonte si çdo gjyshe do të trajtonte një nip të dashur. Artani filloi të merrte pjesë më shumë në jetën e Gentit. Zvogëloi orët e punës, delegoi më shumë përgjegjësi, i dha përparësi të qenit i pranishëm. Mësoi gjuhën e shenjave, jo vetëm bazat funksionale, por vërtet studioi, praktikoi, u përpoq. Bisedat mes babait dhe djalit, dikur të rralla dhe të tensionuara, u bën pjesë e përditshme e rutinës. Genti tregonte për librat që lexonte, për lojrat që luante, për frikërat dhe ëndrat e tij. Artani dëgjonte, vërtet dëgjonte, jo me nxitim për të rregulluar apo zgjidhur, por thjesht për të kuptuar. Transformimi i Artanit nuk kaloi pa u vënë re nga punonisit e vilës. Mariana komentoi një mëngjes në kuzhinë, është sikur Zoti Artan të jetë zgjuar nga një gjumë 10 vjeçar. Më në fund po sheh atë që ka pasur gjithmonë para syve. Ndonjëherë duhet të humbasim pothuajse gjithçka për të vlerësuar atë që kemi, u përgjigj Jona, ndërsa përgatiste mëngjesin e Gentit duke përfshirë frutat e prera në formë ylli që ai i pëlqente aq shumë. Sa për doktor Agron Lekën, hetimi i urdhrit të mjekut zbuloi një sër parregullësish në sjelljen e tij profesionale. Jo vetëm me Gentin, por edhe me pacientë të tjerë gjatë viteve. Fiksimi për kërkimet e tij e kishte çuar në prioritizimin e të dhënave mbi njerëzit, të rezultateve mbi mirëqenien. I u pezullua licenca përkohësisht ndërsa rasti hetohej më thellë. Artani, pavarësisht zemërimit që kishte ndjerë fillimisht, vendosi të mos e padiste mjekun penalisht. Jo nga mëshira, por sepse nuk donte që Genti të rritej me këtë betejë ligjore si pjesë e historisë së tij.
Djali meritonte paqe, jo më shumë konflikte. 6 muaj pas natës që ndryshoi gjithçka, vila e familjes Gashi ishte e panjohshme. Jo në strukturën fizike, por në thelb. Dritaret qëndronin të hapura, duke lejuar të hynte ajri i freskët dhe dritë dielli. Kopshtet, dikur të paprekshme në përsosmërinë e tyre sterile, tani kishin një kopsht perimesh ku Genti mbillte domate dhe sallat me ndihmën e Jonës. Dhoma e ndenjes që nuk ishte përdorur kur u shndërrua në një hapësirë shoqërore, ku Genti bënte puzle me baban e tij në fundjavë. Biblioteka e madhe e katit të dytë, që kishte qenë pika e parë e lidhjes mes Jonës dhe Gentit, vazhdonte të ishte një nga vendet e preferuara të djalit. Por tani nuk ishte më një strehë e vetmuar. Ishte vendi ku Genti kalonte pasdite me Jonën, duke lexuar së bashku, ajo me zë të lartë për të praktikuar leximin e saj, ai duke ndjekur buzët e saj dhe tekstin në libër. Ishte vendi ku Artani ndonjëherë u bashkoi atyre, duke mësuar të vlerësonte historitë që dikur i konsideronte humbje kohe. Genti vazhdonte të ishte i shurdhër, por kjo kishte pushuar së qeni fokusi i ekzistencës së tij. Ishte thjesht një karakteristikë e tij, si ngjyra e syve apo gjatësia. Bëri miq për herë të parë, fëmijë të lagjes që Jona dhe Artani i ftuan të luanin në vilë. Disa ishin dëgjues, të tjerë jo, por të gjithë mësuan shpejt se komunikimi shkonte shumë përtej fjalëve të folura. Genti u mësonte gjuhën e shenjave miqve të tij, të cilët e shihnin si diçka fantastike të kishin një gjuhë sekrete që të rriturit nuk e kuptonin. Operacioni i implantit koklear u caktua për fillimin e vitit të ardhshëm. Genti kishte vendosur se ishte gati, jo për të pushuar së qeni i shurdhër, por për të provuar një formë të re të perceptimit të botës. Ishte kurioz, por jo i ankthshëm. Nuk ishte më çështje e plotësimit të pritshmërive të tjerëve, ishte për udhëtimin e tij personal. Artani kishte krijuar, siç kishte premtuar, një fondacion në emër të Gentit. Por nuk ishte i fokusuar vetëm në kushtet mjekësore. Ishte një fondacion i dedikuar për të siguruar që fëmijët, veçanërisht ata me nevoja të veçanta, të trajtoheshin si njerëz të plotë, jo si raste klinike. Që zërat e tyre të dëgjoheshin në kuptimin më të gjerë të fjalës. Jona u bë pjesë e bordit të fondacionit, duke sjellë perspektivën e dikujt që kuptonte se trajtimet më të mira në botë nuk vlenin asgjë pa humanizëm dhe dashuri. Një pasdite të diel, disa muaj më vonë, Artani, Jona dhe Genti ishin në kopshtin e vilës. Qielli i Tiranës ishte çuditërisht i pastër, blu dhe pa re, një gjë e rrallë në qytet. Genti ishte shtrirë në bar, duke vëzhguar ret, ndërsa Jona gërshetonte lule në një kuror që më pas do t'ia vendoste në kokë djalit. Artani i vëzhgonte të dy, një buzëqeshje e lehtë në fytyrë, kur Genti u kthye drejt tij dhe bëri shenja. "Çfarë po mendon, babi?" Artani mendoi për një moment para se të përgjigjej, duart e tij formonin shenjat që tani i zotëronte me rrjedhshmëri. Po mendoj se si pothuajse të humba, sepse isha i verbër ndaj asaj që kishte vërtet rëndësi. Por ti nuk më humbe, Genti bëri shenjë përsëri. Ti më gjete. Ne u gjetëm. Ishte Jona ajo që na gjeti, korrigjoi Artani, duke parë të rënë që ishte bërë pjesë thelbësore e jetës së tyre. Jona, duke kuptuar se po flisnin për të, ngriti syt nga lulet dhe buzëqeshi. Unë vetëm hapa një derë. Ju ishit ata që vendosët ta kalonin. Dera më e rëndësishme që dikush ka hapur ndonjëherë për mua, bëri shenjë Genti, duke u ngritur dhe duke vrapuar për të përqafuar Jonën. Artani vëzhgoi përqafimin mes birit të tij dhe asaj të reje guximtare që kishte guxuar të sfidonte të gjitha rregullat për të bërë atë që ishte e drejtë. Mendoi për Marinën, gruan e tij të ndjer, dhe se sa e lumtur do të ishte ajo ta shihte Gentin kështu, të rrethuar me dashuri dhe lumturi. Ishte i sigurt se, kudo që të ishte, Marina e dinte se i biri më në fund po merrte atë që ajo gjithmonë kishte dëshiruar për të, shansin për të qenë thjesht një fëmijë i lumtur. Në mbrëmje, pasi Genti shkoi të flinte, Artani e thiri Jonën për një bisedë në zyrë. E reja hyri me kuriozitetin e zakonshëm, duke u ulur në të njëjtën karrige ku muaj më parë kishte marrë propozimin për t'u bërë kujdestare e Gentit. Jona, kam menduar shumë për gjithçka që ka ndodhur, filloi Artani, dhe për mënyrën se si guximi yt ndryshoi jo vetëm jetën e Gentit, por edhe timen. Ti na mësove se dashuria e vërtet nuk llogarit rreziqe, nuk mat pasoja, thjesht vepron kur është e nevojshme. Zoti Gashi, unë bëra vetëm atë që çdo person me zemër do të bënte. Jo, Jona. Shumë njerëz do të kishin ndjekur rregullat, do të kishin mbajtur punën e tyre të sigurt, do të kishin zgjedhur të mos përfshiheshin. Ti zgjodhe ndryshe.
dhe për këtë ai rëshiti një zarf përgjatë tryezës, dua të jap diçka. Jona e hapi zarfin me duar të dridhura dhe gjeti dokumente pronësie. Ishin aktet e pronësisë së apartamentit ku jetonte nëna e saj. Zoti Gashi, unë nuk mund ta pranoj këtë. Mundesh dhe do ta pranosh, e ndërpreu butësisht Artani. Nëna jote ka nevojë për një shtëpi të sigurt ndërsa merr veten. Dhe ti ke nevojë të dish se familja jote është e mbrojtur. Kjo nuk është bamirësi, Jona. Është mirënjohje. Ti më ktheve djalin tim. Nuk ka vlerë që e paguan këtë, por dua që ti dhe nëna jote të keni siguri. Lotët rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Jonës. Faleminderit nuk mjafton. Nuk ka fjalë të mjaftueshme. Atëherë mos thuaj asgjë. Thjesht vazhdo të jesh ajo që je. Vazhdo të kujdesesh për Gentin me të njëjtën dashuri dhe përkushtim. Dhe dije se ti gjithmonë do të kesh një vend këtu, jo si punonjëse, por si familje. Jona tundi kokën, e path të fliste mes lotësh. U ngrit dhe, në një gjest spontan që i habiti të dy, e përqafoi Artanin. Ishte një përqafim mirënjohjeje të ndërsjell, i dy njerëzve që gjetën shpengim përmes një fëmije që kishte nevojë vetëm të duhej. Muajt u shndërruan në vite dhe historia e vilës së familjes Gashi u bë e njohur në qarqe të caktuara të Tiranës. Jo për detajet skandaloze, të cilat Artani i mbajti private për të mbrojtur Gentin, por për transformimin që përfaqësonte. Histori se si një biznesmen i fuqishëm mësoi të jepte përparësi asaj që kishte vërtet rëndësi. Se si një ere nga provinca, pa formim apo burime, ndryshoi gjithçka me guxim dhe dashuri. Dhe kryesisht se si një djalë i shurdhër u mësoi të gjithëve rreth tij se komunikimi i vërtet nuk ka nevojë për fjalë, vetëm për zemër. Genti u arrit në një mjedis krejtësisht të ndryshëm nga ai ku kishte kaluar 10 vitet e para. U zhvillua në një fëmijë të sigurt, të lumtur, të rrethuar me dashuri dhe mundësi të sinqerta. Implanti koklear, kur më në fund u bë, solli tinguj në botën e tij, por Genti kur nuk pushoi së përdoruri gjuhën e shenjave. Thoshte se ishte gjuha e tij e parë, forma e tij e vërtetë e shprehjes, dhe nuk donte ta humbiste vetëm sepse tani mund të dëgjonte gjithashtu. Artani u shndërrua në baban që gjithmonë duhej të kishte qenë. Mësoi se suksesi nuk matej vetëm me kontrata të nënshkruara apo ndërtesa të ndërtuara, por me buzëqeshjet e të birit, me bisedat natën për ëndrat dhe frikërat, me momente të thjeshta lidhjeje njerëzore. Kompania vazhdoi të lulëzonte, por tani Artani e dinte se ajo ishte vetëm një mjet jetese, jo jeta në vetvete. Jona kur nuk u largua nga jeta e familjes Gashi. U rrit së bashku me Gentin, më shumë si motër më e madhe se sa si kujdestare. Studioi pedagogji me specializim në arsimin special, e financuar nga Artani, dhe u bë një referencë në fushën e saj. Por kur nuk harroi se nga vinte mësimet që kishte mësuar në Pogradec për thjeshtësinë dhe dashurinë e sinqertë. U martua disa vite më vonë me një mësues të gjuhës së shenjave që e njohu gjatë studimeve, dhe Genti ishte shoqëruesi i vogël në dasmë, krenar për Jonën e tij, e cila kishte shpëtuar jo vetëm atë, por një familje të tërë. Zonja Drita, plotësisht e shëruar fal trajtimeve të duhura, u transferua në një shtëpi të vogël pranë vilës së familjes Gashi. U bë një prani e vazhdueshme në jetën e Gentit, gjyshja që ai kur nuk e kishte pasur, me histori nga provinca dhe Revani që e bënin vilën të mbante erë shtëpie të vërtetë. Artani e adhuronte kur ajo vizitonte, duke sjell atë thjeshtësi që ai kishte mësuar ta vlerësonte. Fondacioni që Artani kishte krijuar u rrit dhe ndikoi qindra fëmijë, duke siguruar që asnjë të mos kalonte atë që kishte kaluar Genti. Trajtim mjekësor me humanizëm, respekt për zgjedhjet e fëmijëve, mbështetje për familjet që luftonin për të kuptuar nevojat e veçanta. Jona drejtonte programet praktike, duke sjellë përvojën e saj të jetuar, ndërsa Artani siguronte burimet dhe strukturën. Doktor Agron Leka kur nuk u kthye të praktikonte mjekësinë. Hetimi zbuloi kaq shumë parregullsi sa licenca e tij u revokua përgjithmonë. Artani mësoi vite më vonë se burri ishte transferuar në një fshat të thellë, ku jetonte në heshtje, larg vëmendjes që dikur e kishte kërkuar përmes kërkimeve të tij. Nuk kishte kënaqësi në atë lajm për Artanin, vetëm një zbrazëti për mundësinë e humbur. Agroni mund të kishte qenë një mjek i shkëlqyer nëse do ta kishte mbajtur fokusin aty ku duhej, te njerëzit, jo te të dhënat. Një dekadë pas asaj nate që ndryshoi gjithçka, Genti mbushi 20 vjeç.
Vila ishte plot për festën, jo e llojit të eventit social të bujshëm që Artani zakonisht organizonte, por një mbledhje e sinqertë e njerëzve që e donin atë të ri të jashtëzakonshëm. Miq nga shkolla, mësues, familjar të Jonës të ardhur nga Pogradeci, kolegë të Fakultetit të Arkitekturës që Genti ndiqte, antar të fondacionit. Zëra dhe shenja përziheshin në ajër, komunikimi rrithte në forma të shumta, të gjithë kuptonin njëri tjetrin. Artani vëzhgonte gjithçka nga një cep i dhomës, një gotë lëngu në dorë, një buzëqeshje në fytyrë. Jona ju afrua, tani një grua 32 vjeçare, por me të njëjtën shkëlqim në sy që kishte kur kishte mbërritur për herë të parë në atë shtëpi. Për çfarë po mendon? E pyeti ajo. Se si ndryshoi gjithçka. Se si ndryshova unë. Ti e lejove veten të ndryshoje. Ky ishte guximi yt më i madh. Artani shikoi Gentin, të rrethuar nga miq, duke qeshur me diçka që dikush kishte bërë me shenja. E di, Jona, ndonjëherë pyes veten se çfarë do të kishte ndodhur nëse ti nuk do të kishe ardhur të punoje këtu. Nëse nuk do të kishe pasur guximin të bëje atë që bëre atë natë. Dikush eventualisht do ta kishte bërë, tha Jona me modesti. Jo, Artani nuk u pajtua butësisht. Jo, kushto. Duhej të ishte dikush i veçantë, dikush që shite përtej paraqitjeve, përtej rregullave, përtej frikës. Duhej të ishe ti. Genti i pa të dy duke biseduar dhe erdhi në drejtim të tyre, duke hapur rrugë mes të ftuarve. Kur arriti afër, i përfshiu të dy në një përqafim, njërin nga njëra anë, tjetrin nga tjetra. Pastaj u largua dhe filloi të bënte shenja, duart e tij lëviznin me hir dhe saktësi. Dua t'ju falenderoj të dyve. Babi, që mësove të më shije vërtet. Jona, që e mësove atë të shite. Dhe kryesisht që më mësuat se familja nuk ka të bëjë me gjakun apo kontratat, por me zgjedhjen për të qenë të pranishëm për njëri tjetrin çdo ditë. Artani dhe Jona qëndruan në heshtje, tepër të emocionuar për t'u përgjigjur menjëherë. Pastaj Artani bëri shenjë përsëri, ne jemi ata që të falenderojmë ty që na dhe shansin të jemi pjesë e udhëtimit tënd. Nuk ishte shans, u përgjigj Genti me një buzëqeshje. Ishte zgjedhje. Ashtu siç ishte zgjedhja e Jonës të më ndihmonte atë natë, edhe pse i dinte rreziqet. Zgjedhjet na përcaktojnë se kush jemi më shumë se çdo gjë tjetër. Festa vazhdoi deri vonë, plot gëzim dhe festime. Kur të gjithë më në fund u larguan dhe vila u kthye në heshtje, nuk ishte më heshtja shtypse e së kaluarës. Ishte një heshtje e qetë, e një shtëpie të kënaqur, e një familje të plotë. Artani u ngjit në dhomën e Gentit për t'i uruar natën e mirë, siç bënte çdo natë prej 10 vitesh, dhe e gjeti të birin tashmë në krevat, duke shfletuar një album fotografish. Nuk të zgjumi? Pyeti Artani, duke u ulur në cep të krevatit. Genti i tregoi albumin. Ishin foto të vjetra, disa kur ishte foshnjë me Marinën, të tjera nga vitet e para. Por ato që ai po shikonte ishin më të reja, Genti me Jonën në kopsht, Genti dhe Artani duke ndërtuar një projekt arkitekture së bashku, e gjithë familja e mbledhur për Krishtlindje. Po mendoja se si kanë ndryshuar gjërat. Si jeta mund të na habis. E vërtet, u pajtua Artani. Ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të ndodhë nuk është ajo që planifikojmë, por ajo që kur nuk e kemi imagjinuar të jetë e mundur. Jona më tha një herë se dashuria nuk ka nevojë për tinguj, Genti foli dhe bëri shenja njëkohësisht, zëri i tij i qartë dhe i artikuluar mirë pas viteve të logopedisë që kishte zgjedhur ta bënte, jo sepse dikush e detyroi, por sepse ai donte. Ajo kishte të drejtë. Dashuria ndihet në kaq shumë forma. Në kujdes, në prani, në gjeste të vogla që thonë më shumë se sa fjalët mund të thonë ndonjëherë. Artani ndjeu lotët t'i digjinin syt. Nëna jote do të kishte dashur shumë të shihte kështu, Genti. Kaq i fortë, kaq i plot, kaq i lumtur. E di, Genti buzëqeshi. Dhe mendoj se edhe ajo e di. Kudo që të jetë, ajo e di se unë jam mirë. Se më në fund, pas shumë kohësh, ne të gjithë jemi mirë. Bab e bir u përqafuan, një përqafim i gjatë që fliste për të gjithë udhëtimin që kishin bërë së bashku. Për gjithë vuajtjen që e kishin shndërruar në rritje, për gjithë dhimbjen që e kishin kthyer në mençuri. Kur u ndan, Artani i puthi ballin të birit, i uroi natën e mirë dhe doli nga dhoma. Në korridor takoi Jonën, e cila kishte ardhur të kontrollonte nëse gjithçka ishte në rregull para se të shkonte në apartamentin e saj. Të dy qëndruan aty për një moment në një heshtje komode. Faleminderit, Jona. Për gjithçka.
Faleminderit ty, Artan, që më le të bëhem pjesë e kësaj familjeje. Dhe kështu, në qetësinë e asaj nate në Tiranë, 3 njerëz që jeta i bashkoi në mënyrë të pamundur, pushuan. Një baba që mësoi se dashuria nuk kontrollon, vetëm shoqëron. Një grua që zbuloi se guximi nuk është mungesa e frikës, por të veprosh pavarësisht saj. Dhe një iri që u mësoi të gjithëve se heshtja, kur mbushet me dashuri të vërtetë, mund të flasë më fort se 1000 fjalë. Vila e familjes Gashi nuk ishte më një burg i artë, një monument i kontrollit dhe përsosmërisë. Ishte një shtëpi e thjeshtë dhe komplekse në të njëjtën kohë, ku papërsosmëritë pranoheshin, ku gabimet ishin mësime, ku më e rëndësishmja nuk ishte sa kishe, por sa doje. Dhe në ato mure që dikur jehonin vetëm heshtje të detyruar, tani kumbonte diçka shumë më e vlefshme, muzika e butë e një familjeje që kishte zgjedhur çdo ditë të rindërtohej, të rishpikte veten, dhe mbi të gjitha, të ishte e pranishme.